Një fëmijë preti vetëm prej orësh në një spital të mbushur, i shpërfillur nga të gjithë. Derisa dikush, më në fund, e vëre absurditetin e situatës dhe vendos të veproj. Ajo që nisi si një gjest i thjesht, në fund ndryshon jetë të tëra për gjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Mëngjesi i së martës erdhi i rënd në Tiranë, nga ata që lindin të lodhur që në fillim, me vapën që të ngjitej në lëkur pa dal ende mirë dielli në qiell. Në zonën e 21 dhjetorit, qendra spitalore universitare Nën Tereza zgjohej për një tjetër ditë me një rëmuj të pafundme. Holli kryesor, i gjerë dhe plot me karrige plastike blu të vendosura në rresht, zjente që prej orës 6 të mëngjesit. Në mes të asaj turme të nxituar, ulur në një karrige të mbështetur pas murit në fund të sallës, larg banakut kryesor, ishte një vajzë rreth 5 vjeçe. Ishte aq e vogël sa këmbët nuk i arrinin në tokë, por i lëkundeshin në ajër në një lëvizje automatike. Kishte veshur një bluzë roz të zbardhur dhe një palë pantallona të shkurtra jeans që i rinin të mëdha, të lidhura në bel me një ny të improvizuar. Flokët gështenji i kishte mbledhur bisht, por i rinin shtrembër. Në prerë mbante një qese plastike të zhubravitur nga ato të dyqaneve të lagjes dhe e shtrëngonte me të dyja duart e vogla sikur të ishte thesari më i rëndësishëm në bollë. Brenda kishte një shishe ujë gjysmë të mbushur, një pako biskota tashmë të hapur dhe një letër të palosur. Vajza shikonte përballë, drejt banakut të recepcionit që ishte shumë larg, drejt njerëzve që hynin e dilnin. Her pas here, pshertin të thellë, ashtu siç pshertin fëmijët kur janë lodhur duke pritur, por nuk din të ankohen. Askush nuk i kushtonte vëmendje. Ishte sikur të ishte e padukshme, thjesht një hije më shumë mes shumë të tjerave. Nganjëherë dikush ulej në karrigen pranë saj, qëndronte disa minuta, thirrej nga numri i radhës dhe largohej. Dhe ajo vazhdonte aty, e vetme, duke pritur. Çfarë priste? Kë priste? Këtë askush nuk e dinte. Dhe, siç dukej, askujt nuk i bëhej vonë të pyeste. Rreth orës 8 të mëngjesit, lëvizja u shtua. Holli u mbush edhe më shumë. Njerëzit ankoheshin për vonesën, debatonin me recepcionistët. Një burr me kostum, i irrituar, fliste në telefon duke thënë se kishte një mbledhje të rëndësishme. Një zonjë e moshuar qante lehtë ndërsa e bija përpiqej ta qetësonte. Vajza vëzhgonte gjithçka me sy të zgurdulluar. Në një moment të caktuar, ajo u ngrit ngadalë nga karrigia, duke shtrënguar qesen pas gjoksit dhe eci drejt banakut të recepcionit. Ecte ngadalë, e pasigurt, duke parë anash sikur kishte frikë se po bënte diçka të gabuar. Një recepcioniste, një grua rreth të 40-tave me flokët të mbledhur topuz, as nuk i ngriti syt nga ekrani i kompjuterit kur vajza u afrua. Vajza u kollit lehtë, duke u përpjekur të tërhiqte vëmendjen. Asgjë. Provoi përsëri, pak më fort. Zonjush, foli vajza me një zë të hollë e të ndrojtur. Zonjush, kam shumë kohë që pres. Recepcionista i ngriti syt për një sekond dhe u kthye sërish te ekrani. Duhet të presësh radhën, zemër. Të gjithë po presin. Ulu atje dhe kur të thërasin, do ta dëgjosh. Por unë po pres që herët në mëngjes, këmbënguli vajza, duke e shtrënguar më fort qesen. Që kur ishte ende dritë. Recepcionista pshertiu, e paduruar, dhe e shikoi sërish vajzën, këtë herë me një përzierje irritimi dhe lodhjeje. Dëgjo këtu, fëmijë. Ku e ke mamin? Kush është përgjegjës për ty? Vajza uli syt, kafshoi buzën e poshtme dhe heshti për disa sekonda. Kur u përgjigj, zëri ishte bërë edhe më i ulët. Më than të pres. Më than të ri ulur dhe të mos lëviz nga këtu. Recepcionista rudhi vetullat, por para se të përgjigjej, një radhë njerëzish pas saj filluan të ankoheshin, duke kërkuar vëmendje, duke thënë se edhe ata po prisnin, se ishin me nxitim, se nuk ishte e mundur që një spital i atij niveli të funksiononte në atë mënyrë. Gruaja e banakut u kthye për të shërbyer të tjerëve dhe vajza, duke kuptuar se e kishin përzën, u kthye te karrigia e saj në cep, duke zvarritur këmbët dhe me supet e rëna. Ajo ul sërish, vendosi qesen në prerë dhe mbeti duke parë dy shemen. Këmbët filluan të lëkundeshin sërish në ajër, por tani më ngadalë, më trishtueshëm. Her pas here, vinte dorën te barku, sikur të kishte dhimbje ose uri. Hapte qesen, shikonte pakon e biskotave, por nuk merrte asnjë. E mbyllte sërish dhe vazhdonte të priste. Orët kalonin. 9 e mëngjesit.
10. 11. Holli u shndërrua në një fole milingonash njerëzore. Dhe vajza aty, në të njëjtin vend, gjithnjë e më e vogël, gjithnjë e më e zbeth në mes të atij kaosi. Një vullnetare kaloi duke ofruar ujë, por as nuk e hodhi vështrimin në drejtim të saj. Rreth mesditës, kur vapa jashtë ishte bërë e padurueshme, dyert e xhamit të hyrjes kryesore u hapën dhe hyri një burr që menjëherë tërhoqi vëmendjen. Jo sepse ishte i pashëm apo i famshëm, por sepse kishte atë qëndrimin e dikujt që është mësuar të vihet re. Ai quhej Arben Konomi, ishte rreth të 50-tave, me flokë të thinjur të krejur pas, mjekër të rregulluar mirë dhe kishte veshur një kostum blu të errët që me siguri kushtonte më shumë se 3 muaj qira për çdo familje aty. Në kyçin e dorës mbante një orë zvicerane diskrete, por tejet të shtrenjtë. Ai shoqërohej nga një asistent i ri dhe një shofer. Arbeni përshkoi hollin me hapa të mëdhenj, duke parë përreth me nxitim dhe bezdi. Nuk i pëlqenin spitalet, kur nuk i kishin pëlqyer. Por duhej të ishte aty. Nëna e tij, zonja Tefta, ishte shtruar një natë më parë me një krizë kardiake. Për Zotin, i pëshpëriti Arbeni asistentit. Ky vend është një kaos. Duket si terminali i autobusëve. Asistenti i sugjeroi të shkonin direkt në pavionin privat. Por Arbeni, për ndonjë arsye, ngadalsoi hapin. Diçka i kishte tërhequr vëmendjen. Ai ndaloi, ktheu kokën dhe shikoi drejt cepit të hollit. Aty, në atë karrige të mbështetur pas murit, ishte vajza. Ende në të njëjtin vend. Ende e vetme. Arbeni rrudhi vetullat. Shikoi përreth duke kërkuar ndonjë të rritur afër, ndonjë përgjegjës. Asgjë. Vajza ishte krejtësisht e vetme. Prit pak, tha Arbeni. Ajo vajza atje, shiko. Është vetëm? Asistenti shikoi dhe ngriti supet. Duhet të jetë duke pritur prindërit. Është normale. Por prej sa kohësh? Këmbënguli Arbeni. Shikoje në fytyrë. Duket e raskapitur. Asistenti filloi të paduronte. Zoti Konomi, nëna juaj po ju pret. Arbeni ngriti dorën duke i bërë shenjë asistentit të heshte dhe filloi të ecte në drejtim të vajzës. Kur u afrua, vajza ngriti syt ngadalë dhe e shikoi me dyshim. Arbeni ndaloi rreth 2 metra larg, u ul në gjunjë për të qenë në nivelin e saj dhe foli me zë të qetë. Përshëndetje, vogëlushe. A je mirë? Vajza kafshoi buzën, hezitoi dhe tundi kokën ngadalë. Më than të pres, tha ajo me zë të ulët. Më than të mos lëviz nga këtu. Dhe prej sa kohësh po pret? Vajza ngriti supet. Prej shumë kohësh. Që herët. Që kur ishte ende dritë. Arbeni ndjeu një shtrëngim në gjoks. Shikoi orën. Nëse vajza ishte aty që herët në mëngjes, ajo po priste prej të paktën 6 orësh. E vetme. Pa askën. Ai u ngrit duke ndjerë zemërimin që filloi t'i vlonte për brenda, atë zemërim që vjen kur përballesh me një padrejtësi flagrante dhe nuk mundesh thjesht t'i kthesh shpinën. Ai e shikoi asistentin me një shprehje të ashpër. A e sheh këtë? 6 orë. Një fëmijë 5 vjeçar pret prej 6 orësh dhe askush nuk ka bërë asgjë. Asistenti hapi gojen për t'u përgjigjur, por para se të thoshte diçka, një roje sigurie i spitalit u afrua me atë sjelljen autoritare të dikujt që mendon se po mban rendin. Zotëri, nuk mund të qëndroni këtu duke penguar lëvizjen. Nëse nuk jeni pacient, duhet t'ju kërkoj të drejtoheni te recepcioni ose të dilni nga holli. Arbeni u kthye nga roja me një vështrim që e bëri burrin të hidhte një hap prapa. Të pengoj çfarë, saktësisht? Unë po përpiqem të kuptoj pse një fëmijë është braktisur këtu prej orësh dhe askush nuk ka bërë absolutisht asgjë. Ku është përgjegjësi i këtij sektori? Dua të flas me supervizorin. Tani. Roja, pa ditur mirë se si të vepronte, belbëzoi diçka për protokollin dhe u përpoq të shpjegonte se të gjithë po prisnin, se spitali ishte plot, se nuk kishte mundësi t'i shërbenin të gjithëve në të njëjtën kohë. Arbeni as nuk donte të dëgjonte. Të qenit plot nuk është justifikim për të injoruar një fëmijë, tha ai, duke ngritur zërin tani, dhe disa njerëz përreth filluan të kushtonin vëmendje. Të qenit plot nuk është justifikim për të lënë një vajzë 5 vjeçare të ulur këtu sikur të ishte një mobilje e harruar. Dua supervizorin. Dua koordinatorin.
Dua dik me autoritet këtu, tani, ose do të bëj një skandal që nuk do të harroni lehtë. Roja, dukshëm i vënë në siklet, mori radion dhe thiri për forcime. Ndërkohë, Arbeni u kthye pranë vajzës, u ul sërish në gjunjë dhe i foli, këtë herë me më shumë butësi. Si e ke emrin, vogëlushe? Vajza hezitoi, shikoi anash sikur kishte frikë të fliste, por në fund u përgjigj me zë të ulët. E Lira. Por të gjithë më thërasin Lira. Arbeni ndjeu zemrën t'i shtrëngoi sërish. Lira. Një emër kaq i bukur për një situatë kaq të trishtë. Në rregull, Lira. Unë do ta zgjidh këtë, dakord? Nuk do të presësh më e vetme. Të premtoj. Dhe në atë moment, Arben Konomi, biznesmeni milioner i mësuar të mbyllte marrëveshje milionëshe, të darkonte në restorante të shtrenjta dhe të zgjidhte problemet me një telefonat të thjeshtë. Vendosi se do të bënte gjithçka që duhej për të siguruar që ajo vajzë të merrte ndihmë. Jo sepse ishte njeri i mirë. Jo sepse donte të dukej. Por sepse, në një farë mënyre, të shihte Lirën aty, të vetme dhe të harruar, preku diçka shumë të thellë brenda tij, diçka që ai as nuk e dinte se ekzistonte ende. Koordinatorja e sektorit mbërriti pak minuta më vonë, një grua rreth të 50-tave me bluzë të bardhë dhe një buzëqeshje të stërvitur, nga ato që spitalet i mësojnë për të qetësuar njerëzit nervoz. Ajo u prezantua si doktoresha Valbona, u përpoq të ishte e sjellshme, i ofroi një zyrë private për të biseduar më me qetësi. Arbeni refuzoi në çast. Jo. Do ta zgjidhim këtu. Para të gjithëve. Sepse ishte këtu, para të gjithëve, që kjo vajzë u injorua. Doktoresha Valbona e ruajti buzëqeshjen, por sytë e saj tashmë tregonin një fije irritimi. Ajo ishte mësuar të merrej me familjar nervoz, me njerëz që bërtisnin, me situata stresi. Por diçka në tonin e Arbenit, në qëndrimin e tij, në mënyrën se si ai u vendos mes saj dhe vajzës, e bëri të qartë se kjo situatë nuk do të zgjidhej me disa justifikime burokratike. Zotëri, e kuptoj shqetësimin tuaj, filloi ajo me një zë të kontrolluar dhe profesional. Por spitali po kalon një moment mbi ngarkese ekstreme. Kemi më shumë se 200 pacientë që presin për të vizituar vetëm në këtë pavion. Fatkeqësisht, disa vonesa janë të pashmangshme. Vonesë? Arbeni e përsëriti fjalën sikur të ishte një thyrje. Vonesë është 15 minuta, gjysmë ore, ndoshta një orë në rast ekstrem. 6 orë nuk është vonesë, doktoresh. 6 orë është braktisje. Dhe kur flasim për një fëmijë 5 vjeçar, kjo kalon nga neglizhencë në krim. Fjala krim ra si një bombë në mes të hollit. Disa njerëz që ishin afër kthyen kokën, të interesuar. Një djalë i ri që ishte ulur disa karrige më tutje mori celularin dhe filloi të filmonte fshehurazi. Doktoresha Valbona e vuri re dhe sikleti në fytyrën e saj u bë më i dukshëm. Zotëri, ju lutem, le të flasim me qetësi. Nuk ka nevojë të përdorim terma kaq të rëndë. Fëmia është mirë, është ulur rehat dhe sapo të kemi një vend të lirë. Është mirë? E ndërpreu Arbeni dhe tani zëri i tij ishte më i lartë, më i fortë, i ngarkuar me një indinjak të sinqertë që i vinte nga thellësia. A e keni parë ju atë? A e keni parë mirë? Ajo mezi i mban sytë hapur nga lodhja. Është e uritur, me siguri e dehidratuar, dhe Zoti e di prej sa kohësh nuk ka shkuar në tualet sepse duhet të ketë frikë se mos humbet radhën. Ju këtë e quani të jetë mirë? Doktoresha Valbona hapi gojen për t'u përgjigjur, por në atë moment recepcionista që e kishte takuar Lirën në mëngjes u afrua, e shoqëruar nga roja i sigurisë që ishte përpjekur të largonte Arbenin. Gruaja kishte një shprehje mbrojtëse, me krahët e kryqëzuar para trupit. Unë e kam takuar këtë vajzë më herët, tha recepcionista, duke ju drejtuar koordinatores, por duke hedhur vështrime të shpejta nga Arbeni. Ajo erdhi pa dokumente, pa shoqërues, nuk kishte kartel mjekësore, nuk kishte asgjë. I thash të priste sepse pa dokumentacion nuk mund ta regjistrojmë në sistem. Arbeni u kthye nga recepcionista me një shprehje mosbesimi absolut. Ju po më thoni se një fëmijë 5 vjeçar erdhi këtu vetëm, duke kërkuar ndihmë, dhe përgjigjja juaj ishte ta dërgoni të ulej e të priste sepse nuk kishte letra? Nuk ju shkoi ndërmend se një fëmijë në këtë situatë kishte nevojë për vëmendje të menjëhershme? Se dikush duhej të hetonte se çfarë po ndodhte? Recepcionista u skuq, por e ruajti tonin mbrojtës. Unë nuk jam punonjëse sociale, zotëri. Unë punoj në recepcion.
Funksioni im është të bëj regjistrime dhe të organizoj radhën. Nëse fëmia nuk ka dokumente, unë nuk mund ta bëj regjistrimin. Kaq e thjesht. Kaq e thjesht, përsëriti Arbeni, duke tundur kokën me një përzierje zemërimi dhe trishtimi. Ky është problemi. Të gjithë këtu kanë një funksion, por askush nuk ka përgjegjësi. Fëmia nuk është problemi i recepcionit, nuk është problemi i infermierisë, nuk është problemi i askujt. Dhe kështu ajo rri ulur 6 orë ndërsa të gjithë kalojnë pranë, duke bërë sikur nuk e shohin. Në atë moment, një zë i hollë dhe i frikësuar ndërpreu diskutimin. Ishte Lira, e cila ishte ngritur nga karrigia dhe po qëndronte aty pranë, duke mbajtur qesen dhe me syt plot lodh. Më falni, tha ajo me zërin që i dridhej. Më falni për problemin. Mund të iki. Nuk ka nevojë të grindeni për shkakun tim. Arbeni ndjeu sikur dikush e goditi me grusht në stomak. Ai shikoi atë vajzë të vogël të dobët, me rroba të vjetra, duke kërkuar falje që ekzistonte, që kishte nevojë për ndihmë, që po shkaktonte telashe. Dhe në atë çast, diçka brenda tij u thye dhe u rindërtua në një formë krejtësisht të ndryshme. Ai ul deri në nivelin e saj, i vuri dorën butësisht në supë dhe i foli me një butësi që e habiti edhe vet atë. Ti nuk ke pse të kërkosh falje për asgjë, Lira. Asgjë nga këto nuk është faji yt. Ti je një fëmijë. Fëmijët nuk duhet të shqetësohen nëse do të shkaktojnë probleme apo jo. Fëmijët duhet të kujdesen, të mbrohen, të marrin ndihmë. Dhe kjo është ajo që do të ndodh tani. Të premtoj. Ai u ngrit e shikoi doktoreshën Valbona me një vendosmëri që nuk linte vend për negociata. Dua një pediatër këtu brenda 5 minutave. Dua që kjo vajzë të vizitohet, të hidratohet, të ushqehet nëse është e nevojshme. Dua që dikush nga shërbimi social të vijë këtu të flasë me të dhe të zbulojë nga vjen, kush është përgjegjës për të, dhe pse një fëmijë 5 vjeçar endet vetëm nëpër qytet duke kërkuar spital. Dhe dua që e gjithë kjo të bëhet tani, jo pas gjysmë ore, jo kur të ketë kohë, tani. Doktoresha Valbona ishte gati të protestonte kur Arbeni shtoi, dhe toni i zërit të tij nuk la dyshim se ajo nuk ishte një kërkesë, por një urdhër. Dhe nëse brenda 5 minutave nuk shfaqet askush për ta zgjidhur këtë, unë do t'u telefonoj të gjitha gazetave që njoh, do të thëras televizionin këtu, do ta postoj në rrjetet sociale, do të bëj zhurmën më të madhe që ky spital ka parë ndonjëherë. Dhe atëherë do të shohim nëse mbi ngarkesa është justifikimi mjaftueshëm kur shtypi të jetë këtu duke pyetur pse qendra spitalore Nën Tereza lë fëmijë të braktisur në hol për 6 orë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Doktoresha Valbona shikoi përreth, pa disa njerëz që vëzhgonin skenën, pa djalin e ri që ende filmonte me celular, pa situatën që po i dilte plotësisht jashtë kontrollit. Ajo mori frymë thellë, duke u përpjekur të ruante qetësinë profesionale dhe më në fund tundi kokën në shenjë pranimi. Do të marr masa menjëherë, tha ajo me zë të kontrolluar, por tensioni ishte i dukshëm. Ju kërkoj vetëm të ruani qetësinë ndërsa organizojmë ndihmën. Qetësi do të kem kur vajza të jetë duke u kujdesur, u përgjigj Arbeni. Deri atëherë, unë nuk lëviz nga këtu. Doktoresha Valbona u largua me shpejtësi, duke folur në radio, duke thirrur ekipin, duke u përpjekur të shuante zjarrin para se të përhapet më tej. Roja i sigurisë qëndroi aty pranë, pa ditur mirë se çfarë të bënte. Recepcionista u kthye në banakun e saj, dukshëm e tronditur. Dhe Arbeni qëndroi aty pranë Lirës me asistentin disa metra më larg, pa ditur ku të shikonte. Ndërsa prisnin, Arbeni shikoi vajzën dhe vuri re se ajo po dridhej lehtë. Ai hoqi xhaketën e kostumit, pavarësisht vapës, dhe ia vuri mbi supe. Stofi i hollë dhe i shtrenjtë e mbuloi të gjithë fëmijën, por të paktën i dha një ndjesi mbrojtjeje, kujdesi. A je e uritur? E pyeti Arbeni butësisht. Lira tundi kokën ngadalë, pa e parë në sy. Kam biskota në qesen time, tha ajo me zë të ulët. Por po i ruaj. Për çfarë po i ruan? Për më vonë. Asnjëherë nuk e di nëse do të kem më. Ajo fjali, e thënë me thjeshtësinë mizore të dikujt që mëson herët të ketë frikë nga uria, e bëri Arbenin të mbyllte sytë për një sekondë, duke u përpjekur të kontrollonte emocionet. Ai thiri asistentin dhe i kërkoi të shkonte te kafeteria e spitalit dhe të blinte diçka ushqyese, një sanduiç, një lëng, diçka që vajza mund të hante ndërsa priste ndihmën. Asistenti u kthye shpejt me një sanduiç me pul, një lëng portokalli dhe një kos.
Arbeni i mori dhe ja ofroi Lirës, e cila e shikoi ushqimin me sy të zgurdulluar, sikur të mos kishte parë kur kaq shumë bollëk në një herë të vetme. Ajo mori sanduiqin me të dyja duart dhe filloi të hante ngadalë, duke përtypur çdo copë me vëmendje, duke shijuar çdo kafshat sikur të ishte e fundit. Ndërsa Lira hante, Arbeni shfrytëzoi rastin për të bërë disa telefonata. Së pari, i telefonoi nënës së tij, i shpjegoi se po zgjidhte një situatë në spital dhe se do të vonohej pak për të hipur lart. Zonja Tefta, edhe nga shtrati i spitalit, e kuptoi menjëherë. Ajo e njihte të birin, e dinte se kur ai vinte diçka në kokë, nuk kishte fuqi në botë që ta bënte të hiqte dorë. Më pas, Arbeni i telefonoi një miku avokat, i shpjegoi situatën shkurtimisht dhe i kërkoi këshilla për të drejtat e fëmijës, për atë që spitali ishte i detyruar të bënte, për mënyrën se si të vepronte nëse situata nuk zgjidhej siç duhet. Avokati premtoi t'i dërgonte me mesazh një përmbledhje të pikave kryesore ligjore dhe u vu në dispozicion nëse do të ishte e nevojshme. Nuk vonoi shumë dhe u shfaq një ekip mjekësor. Një pediatre e re, rreth të 30-tave, me flokë të mbledhur topuz dhe vështrim të vëmendshëm, u afrua e shoqëruar nga një infermiere dhe një punonjëse sociale. Pediatria u prezantua si doktoresha Marina dhe, ndryshe nga koordinatorja, duke i sinqerisht e shqetësuar për situatën. Ajo ul para Lirës, i buzëqeshi me dashuri dhe filloi të bisedonte me vajzën, duke e pyetur për emrin, moshën, si po ndihej. Lira u përgjigj me zë të ulët, ende me dyshim, por mënyra e butë e mjekes gradualisht po e thyente rezistencën e saj. Do të vizitojmë shpejt, në rregull? Shpjegoi doktoresha Marina. Vetëm për të parë nëse gjithçka është në rregull me ty nuk do të dhembë asgjë, të premtoj. Lira shikoi Arbenin, sikur po kërkonte leje ose konfirmim se mund t'i besonte. Arbeni tundi kokën dhe i buzëqeshi inkurajueshëm. Shko, Lira. Doktoresha do të kujdeset mirë për ty dhe unë do të rri këtu duke pritur. Nuk do të lëviz, të premtoj. Vajza tundi kokën, u ngrit nga karrigia dhe ndoqi mjeken dhe infermieren në një dhomë triazhi aty pranë. Punonjësja sociale mbeti pas duke biseduar me Arbenin dhe duke u përpjekur të kuptonte më mirë situatën. A jeni i afërm i fëmijës? Pyeti punonjësja sociale duke hapur një blok me formular. Jo, u përgjigj Arbeni. Unë thjesht po kaloja në përhol dhe pash se ishte vetëm prej orësh pa bërë askush asgjë. Vendosa të ndërhyj. Punonjësja sociale shënoi diçka dhe vazhdoi. A e dini nga vjen ajo? Kush e solli këtu? Keni ndonjë informacion për familjen? Nuk kam asgjë, pranoi Arbeni. Ajo tha se dikush e urdhëroi të priste, por nuk dha detaje. Ka një qese me vete që duhet të ketë diçka brenda, ndoshta mund të gjeni ndonjë gjurmë aty. Punonjësja sociale tundi kokën dhe premtoi të hetonte. Ajo hyri në dhomën ku po vizitoi Lira dhe Arbeni mbeti aty në korridor, duke ecur sa andej këtej, i shqetësuar, duke kontrolluar orën çdo 2 minuta. Asistenti u afrua diskretisht. Zoti Konomi, nëna juaj telefonoi sërish. Ajo dëshiron të di nëse do të ngjiteni lart apo preferoni që ajo të zbresë. Arbeni pshërtiu, kaloi dorën nëpër flok dhe shikoi derën e dhomës së triazhit. Thuaj se do të ngjitem sapo të zgjidhet situata këtu. Nuk do ta lë këtë vajzë vetëm tani. Ajo është lënë vetëm për një kohë të gjatë. Dhe kështu, në atë korridor spitali, me erën e alkoolit në ajër dhe zhurmën e njerëzve që shkonin e vinin, Arben Konomi mori një vendim që ai ende nuk e dinte, por që do të ndryshonte plotësisht rrjedhën e jetës së tij. Sepse ndonjëherë ne nuk i zgjedhim momentet e kthesës. Ato na zgjedhin ne. Dhe kur ndodhin, e vetmja gjë që mund të bëjmë është të jemi në lartësinë e tyre. Gjysmë ore më vonë, doktoresha Marina doli nga dhoma e triazhit me një shprehje të shqetësuar, por të kontrolluar. Ajo kërkoi të fliste me Arbenin privatisht dhe të dy u larguan disa metra, larg veshëve kureshtar që ende qarkullonin në përhol. Vajza është fizikisht mirë, fal Zotit, filloi mjekja. Pak e dehidratuar, pa dyshim e lodhur dhe e uritur, por asgjë serioze. Ajo që më shqetëson është gjendja e saj emocionale. Ajo është e frikësuar, e tërhequr, dhe nga sa arrita të bisedoj me të, duket se kjo nuk është hera e parë që vjen në spital vetëm. Arbeni ndjeu gjakun t'i ngri në vena. Si kështu nuk është hera e parë. Ajo tha se ka ardhur edhe herë të tjera, gjithmonë vetëm, gjithmonë duke pritur.
Tha se dikush që ajo e quan thjesht personi e sjell deri te dera e spitalit, I jep udhëzime të ulet e të pres dhe largohet. Më pas, kthehet për ta marrë. Ndonjëherë vonohet shumë. Herë të tjera nuk kthehet në të njëjtën ditë. Kjo nuk ka asnjë kuptim, tha Arbeni, duke u përpjekur të përpunonte informacionin. Kush dreqin ja bën këtë një fëmije? Dhe pse askush këtu nuk e ka vënë re më parë? Nëse ka ardhur herë të tjera, dikush duhet ta kishte vënë re, dikush duhet të kishte bërë diçka. Doktoresha Marina Pshertiu dhe kishte trishtim të sinqert në vështrimin e saj. Spital I mbushur plot, ekip I mbingarkuar, njerëz të stresuar. Gjërat kalojnë pa u vënë re, fatkeqësisht. Dhe kur sheh një fëmijë vetëm, ndonjëherë supozon se është me ndonjë familjar aty pranë, se do të vizitohet së shpejti, se dikush po kujdeset. Asnjëherë nuk e imagjinon se është fjalë për fjalë e braktisur. Arbeni tundi kokën, ende I pabesueshëm me gjithë këtë. Dhe tani? Çfarë do të bëjmë? Punonisja sociale po përpiqet të gjejë ndonjë kontakt në qesen që solli. Ka një letër të palosur me një numër telefoni të shënuar. Ne kemi telefonuar, por askush nuk është përgjigjur. Do të provojmë përsëri. Ndërkohë, nuk mund ta lëm të largohet vetëm. Nëse askush nuk shfaqet deri në fund të ditës, do të duhet të njoftojmë shërbimin social shtetëror. Arbeni tundi kokën në shenjë pranimi, por një pjesë e tij tashmë e dinte se kjo histori ishte larg, shumë larg përfundimit aty. Dhe kështu filloi atë mëngjes të së martës në Tiranë, në hollin e mbushur plot të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Historia e një indinjate që do të ndryshonte shumë më tepër se sa vetëm fatin e një fëmije të harruar në një karrige plastike blu. Dhoma e triazhit ishte e vogël, me mure të bardha që mbanin erë dezinfektant dhe një barel të mbuluar me çarçaf letre. Lira ishte ulur në cep, duke lëkundur këmbët e vogla që nuk I arrinin në tokë, ndërsa doktoresha Marina po I bënte vizitën fizike me kujdes. Mjekja kishte atë mënyrën e butë të dikujt që punon me fëmijë, fliste me zë të ulët, shpjegonte çdo gjë para se ta bënte, kërkonte leje për ta prekur. Ishte lloji I vëmendjes që Lira qartësisht nuk ishte mësuar ta merrte. A ke ndonjë dhimbje tani, Lira? Pyeti mjekja ndërsa kontrollonte rrahjet e zemrës me stetoskop. Lira tundi kokën në shenjë mohimi, por mënyra se si vuri dorën te barku kundërshtonte përgjigjen. Këtu nuk të dhemb? Doktoresha Marina I preku butësisht zonën e stomakut. Ndonjëherë, pranoi vajza me zë të ulët. Kur vonohem shumë për të ngrënë. Dhe kur ishte hera e fundit që hëngre diçka para atij sanduiçit që të dha ai zotëria? Lira mendoi për disa sekonda, duke u përpjekur të kujtojë. Dje në darkë. Kishte oriz. Doktoresha Marina shkëmbeu një vështrim të shqetësuar me infermieren që po shënonte gjithçka në një kartel. Më shumë se 12 orë pa ngrënë. Për një fëmijë të asaj moshe, kjo shpjegonte dobësinë, zbejen, pamjen e shuar. Ndërsa vizita vazhdonte, punonisja sociale, një grua rreth të 40-ve e quajtur Fatime, ishte në anën tjetër të dhomës duke kontrolluar përmbajtjen e qesës së Lirës me kujdes, si dikush që prek diçka shumë delikate. Brenda kishte një shishe ujë tashmë bosh, pakon e biskotave të mbaruara dhe një letër të palosur disa herë, tërësisht e rrudhur në cepat, sikur të ishte hapur e mbyllur shumë herë. Fatime e shpalosi letrën ngadalë. Ishte një fletë e shkëputur nga një fletore, me shkrimin e parregullt të dikujt që nuk kishte shumë shkollë. Kishte një numër telefoni të shënuar me stilolaps blu dhe poshtë, një fjalë e shkruar me shkronja edhe më të dridhura, punë. Punonisja sociale mori celularin dhe formoi numrin. I ra një herë, 2, 3. Pas 6 thirrjeve, ra në sekretarin telefonike. Një zë gruaje I lodhur, thoshte vetëm, nuk mund të përgjigjem tani, lini një mesazh. Fatime e mbylli, priti disa minuta dhe provoi sërish. E njëjta gjë. Sekretaria telefonike. Ajo doli nga dhoma e triazhit dhe shkoi në korridor ku Arbeni ende priste, duke ecur sa andej këtej si një luan në kafaz. Asistenti I tij kishte hequr dorë së përpjekuri ta binte të largohej dhe tani ishte ulur në një karrige duke lëvizur në celular I dorëzuar. Zoti Konomi, e thiri Fatime. Mund të flas me ju një minutë? Arbeni u kthye menjëherë, I etur për lajme. Vajza është mirë fizikisht. E dehidratuar, e keq ushqyer, shumë e lodhur, por asgjë që nuk zgjidhet me hidratim dhe ushqim të duhur. Problemi është konteksti social.
Gjetëm një numër telefoni në gjërat e saj, por askush nuk përgjigjet. Dhe kur biseduam me vajzën se kush kujdeset për të, përgjigjet janë shumë të paqarta dhe shqetësuese. Të paqarta si? Pyeti Arbeni duke rrudhur vetullat. Ajo nuk flet për nën apo baba. Përdor gjithmonë fjalën në personi. Thot se personi punon shumë, se nuk mund të mungoj dhe prandaj ajo duhet t'ia dalë vetë. Kur e pyetëm ku banon, ajo jep një adresë të një konvikti në zonën e medreses. Kur e pyetëm me kë banon, ajo thot vetëm personi dhe ajo. Arbeni kaloi dorën në përfytyr duke u përpjekur të përpunonte gjithë këtë. Çfarë do të bëni tani? Do të vazhdoj të provoj kontaktin. Nëse deri në fund të pasdites askush nuk shfaqet dhe askush nuk përgjigjet, do të duhet të njoftoj shërbimin social shtetëror. Është protokoll. Fëmijë i pashoqëruar, pa përgjegjës të identifikuar, situatë e neglizhencës së mundshme. Shërbimi social do të hetoj dhe do të përcaktoj hapat e ardhshëm. Dhe ku do të qëndroj ajo deri atëherë? Pyeti Arbeni dhe kishte një urgjencë në zërin e tij që as ai vetë nuk mund ta shpjegonte. Këtu në spital. Nuk mund ta lëshojmë vetëm. Do ta lëm në zonën e vëzhgimit pediatrik. Të paktën atje është e sigurt, e ushqyer, e pushuar. Arbeni tundi kokën, por diçka në gjithë këtë e shqetësonte thellësisht. Nuk ishte vetëm situata e vajzës, ishte mënyra se si gjithçka po trajtohej me kaq shumë burokraci, kaq shumë ftohtësi, sikur lira të ishte vetëm një rast më shumë, një numër më shumë, një problem më shumë për t'u zgjidhur brenda protokollit. Dua të flas me të para se ta çoni në vëzhgim, tha Arbeni. Vetëm disa minuta. Fatime hezitoi, por duke parë vendosmërinë në vështrimin e tij, ra dakord me një tundje koke. Pak minuta më vonë, Lira doli nga dhoma e triazhit me doktoreshën Marina. Vajza kishte një byzylyk identifikimi në krah dhe mbante një gotë plastike me lëng. Kur pa Arbenin, sytë e saj u ndriçuan lehtë, sikur më në fund të kishte gjetur dikë të njohur në atë vend të çuditshëm. Arbeni ul para saj duke vendosur duart mbi gjunjë për të qenë në nivelin e syve të vajzës. Si je, Lira? Më mirë, u përgjigj ajo me zë të ulët, por buzëqeshja nuk i arriti në sy. A të vizitoj doktoresha mirë? Ajo tundi kokën në shenjë pohimi. Shiko, kjo zonja këtu, tregoj nga Fatime, ajo është punonjëse sociale. Ajo do të kujdeset për ty tani, do të çojë në një vend këtu në spital ku mund të pushosh, të hash diçka, të jesh mirë. Në rregull? Lira e shikoi Arbenin me një shprehje që të thyente zemrën. Kishte frikë aty, por kishte edhe shpresë. Po ju? Do të ikni? Arbeni ndjeu një ny në fy. Ai kishte një nën të shtruar disa kate më lart, kishte një kompani për të menaxhuar, kishte mbledhje të vonuara, kishte një jetë të tërë që e priste jashtë. Por kur shikoi atë vajzë, kaq të vogël, kaq të humbur, kaq të mësuar të lihej pas, ai nuk mundi të thoshte se do të ikte. Unë do të vizitoj nënën time që është e shtruar këtu, por pastaj do të kthehem të shoh si je. Të premtoj. Premtoni vërtet? Premtoj vërtet. Lira tundi kokën, dukej se e pranonte këtë dhe ndoqi Fatimen nëpër korridor. Arbeni mbeti aty duke parë vajzën të largohej dhe ndiu një përzierje zemërimi, trishtimi dhe pafuqie që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Asistenti u afrua diskretisht. Zoti Konomi, zonja Tefta telefonoi sërish. Ajo është e shqetësuar. Le të ngjitemi, tha Arbeni, por toni i zërit të tij e bëri të qartë se kjo nuk kishte mbaruar, as për afërsisht. Ndërsa Arbeni më në fund po shkonte në pavionin privat ku ishte shtruar nëna e tij, poshtë, në holin e spitalit, historia e Lirës filloi të merrte konture që askush nuk i priste. Recepcionista që e kishte takuar vajzën në mëngjes ishte në pushimin e drekës, duke biseduar me dy kolege në mensën e punonjësve. A e path skandalin që bëri ai tipi për shkak të asaj vajzës? Komentoi njëra prej tyre ndërsa përziente kafen. E pash, u përgjigj recepcionista, ende pak e tronditur. Ai burri e humbi toruan. Foli për të paditur spitalin, për të thirrur shtypin, për të bërë nuk e di se çfarë. Por nuk ishte pa të drejtë, tha një punonjëse e tretë, më e moshuar. Ajo vajzë vërtet qëndroi aty për orë të tëra. Dhe nuk ishte hera e parë. Si kështu nuk ishte hera e parë? Pyeti recepcionista, e habitur. Punonjësja më e moshuar, e cila punonte në hyrje, u afrua te tavolina dhe uli zërin, si dikush që do të tregoj një sekret.
Unë e kam parë atë vajzë këtu rreth 3-4 herë në muajt e fundit. Gjithmonë vetëm, gjithmonë me atë qesen e njëjtë, gjithmonë duke pritur. Një herë e pyeta nëse ishte humbur, nëse kishte nevojë për ndihmë. Ajo tha jo, se po priste. Pastaj e lash, mendova se nëna ose dikush tjetër po zgjidhte diçka dhe e kishte lënë të priste. Por tani, duke e menduar mirë, kur nuk kam parë askënd me të. 2 gratë e tjera shkëmbyen vështrime të sikletshme. A mendon se dikush e braktis këtu me qëllim? Pyeti recepcionista, e pabesueshme. Nuk e di. Por është e çuditshme, apo jo? Një fëmijë 5 vjeçar që vjen vetëm në spital disa herë. Kjo nuk është normale. Biseda u ndërpre kur një supervizore hyri në mens duke njoftuar se drejtoresha e spitalit donte të mblidhte të gjithë ekipin që kishte pasur kontakt me situatën e mëngjesit. Kishte pasur probleme, shumë probleme, dhe tani ishte koha për të kontrolluar dëmet. Lart, në dhomën private të katit të 6, Arbeni më në fund takoi nënën e tij. Zonja Tefta ishte shtrirë në shtratin e spitalit, e lidhur me disa monitor, por e ndërgjegjshme dhe dukshëm më mirë se natën e kaluar. Kur pa të birin të hynte, sytë e saj u mbushën me lot lehtësimi. Bir, falë Zotit. Isha kaq e shqetësuar. Arbeni u afrua, i puthi ballin nënës dhe u ul në karrigen pranë shtratit, duke i mbajtur dorën. Më fal për vonesën, mami. Mu desh të zgjidhja një situatë poshtë. E di, mjeku më tregoi. Tha se bëri një skandal për shkak të një fëmije të braktisur në hol. Arbeni pshertiu. Nuk ishte tamam skandal, mami. Ishte indinjat. Kishte një vajzë 5 vjeçare që priste prej 6 orësh dhe askush nuk bënte asgjë. Zonja Tefta i shtrëngoi dorën të birit me atë pak forcë që kishte. Bëre mirë. Gjithmonë bën mirë. Ke një zemër të mirë, edhe kur bën sikur nuk e ke. Nuk bëra asgjë të madhe, tha Arbeni, i vënë në siklet nga lavdërimi. Kushto do të kishte bërë të njëjtën gjë. Por nuk e bën, bir. Ti e pe. Kaluan orë, 10 njerëz, dhe askush nuk bëri asgjë. Ti e bëre. Kjo tregon shumë për atë që je. Arbeni heshti, duke parë nënën. Zonja Tefta gjithmonë e kishte pasur atë aftësi për të parë për te ti, për të parë gjëra që ai vetë nuk donte t'i pranonte. Ajo gjithmonë thoshte se pas asaj lëkure të fortë të biznesmenit të suksesshëm, ekzistonte një djalë me zemër të butë që vuante nga padrejtësitë e botës. Si po ndihesh? Arbeni ndryshoi temë, duke inspektuar monitorët sikur të dinte të interpretonte diçka. Më mirë. Mjeku tha se ishte një tronditje, por do të bëhem mirë. Duhet të ngadalsoj, të kujdesem për ushqimin, të bëj disa analiza. Asgjë që nuk e dija tashmë. Më trembe shumë, mami. Më fal, bir. Por gjithçka është mirë tani. Ti duhet të shkosh në shtëpi, të pushosh. Dukesh sikur nuk ke fjetur mirë. Do të rri këtu me ty derisa të dalësh. Nuk ka nevojë. Unë jam mirë, ka infermiere këtu gjatë gjithë kohës. E di që nuk ka nevojë, mami. Por unë dua të rri. Zonja Tefta buzëqeshi, ashtu si që buzëqesh një nën kur kupton se i biri është rritur, por vazhdon të jetë foshnja e saj. Po vajza. Çfarë do të ndodh me të? Arbeni i tregoi gjithçka, punonjësen sociale, numrin që askush nuk e hapte, shërbimin social, vëzhgimin pediatri. Zonja Tefta dëgjoi gjithçka në heshtje, dhe kur ai mbaroi, ajo tha diçka që Arbeni nuk e priste. Ti nuk do të arrish ta harrosh atë, apo jo? Si kështu? Të njoh, Arben. Kur ti përfshihesh në diçka, shkon deri në fund. Ti nuk do të dalësh nga këtu dhe të vazhdosh jetën tënde sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Ajo vajzë të preku. Arbeni donte të protestonte, të thoshte se ishte vetëm një çështje drejtësie, e të bërit të gjës së duhur, por fjalët nuk i dolën. Sepse thellë, ai e dinte se nëna e tij kishte të drejtë. Kishte diçka të lira, në ata sy të lodhur, në atë dorëzim të dikujt që kishte mësuar shumë herët se bota është një vend i vështirë, që kishte prekur një plagë shumë të vjetër brenda tij. Ata biseduan edhe për pak kohë, derisa zonja Tefta filloi të lodhej dhe Arbeni këmbënguli që ajo të pushonte. Premtoi të kthehej në fund të pasdites, u sigurua se kishte gjithçka që i nevojitej dhe doli nga dhoma. Por në vend që të largohej nga spitali, Arbeni mori ashensorin dhe zbriti në katin e 3, ku ishte vëzhgimi pediatri.
I tha vetes se ishte vetëm për të siguruar që lira ishte sistemuar mirë, kujdesur mirë. Por thellë, ai e dinte se ishte më shumë se kaq. Zona e vëzhgimit pediatrik ishte një hapësirë e gjerë me disa barela të ndara me perde, plot me fëmijë në situata të ndryshme. Disa me prindërit pranë, të tjerë me gjyshërit, disa edhe vetëm. Arbeni kërkoi me sy dhe e gjeti lirën në një barel në cep, shtrirë anash, e mbështjell me një çarçaf të hollë, duke fjetur me atë gjumin e rënd të raskapitjes totale. Një infermiere iu afrua. Mund t'ju ndihmoj? Erdha të shoh si është vajza që ushtrua sot në mëngjes. E lira. Infermierja kontrolloi bllokun. Ajo po fle. I kemi vënë serum për t'u hidratuar, i kemi dhënë ushqim të lehtë. Hëngri si kur të kishte ditë pa ngrënë, e gjora. Tani po pushon. Duhet të flej për disa orë të mira. Po punonjësja sociale? Arriti të kontaktoj dikë? Deri tani jo. Shërbimi social shtetëror është njoftuar, por duhet të vinë nesër në mëngjes sepse sot janë me ekip të reduktuar. Ajo do ta kaloj natën këtu. Arbeni tundi kokën, shikoi edhe një herë lirën duke fjetur dhe më në fund doli nga spitali. Por gjatë gjithë rrugës për në shtëpi, gjatë dushit, gjatë darkës që mezi e preku, gjatë gjithë natës, ai nuk mundi të ndalonte së menduari për atë vajzë. Dhe më shumë se kaq, nuk mundi të ndalonte së menduari për të gjithë fëmijët e tjerë që me siguri kalonin të njëjtën situatë çdo ditë, të padukshëm, të harruar, duke pritur që dikush, kushto, të bënte diçka. Të nesërmen në mëngjes, Arbeni u zgjua herët, piu një kafe shpejt dhe u kthye në spital para se dielli të lindte plotësisht. Kaloi së pari në dhomën e nënës, e cila ende flinte e qetë, dhe pastaj zbriti në vëzhgimin pediatri. Lira ishte zgjuar, ulur në barel, duke ngrënë një bukë me gjalpë që ja kishte sjell një infermiere. Kur ajo pa Arbenin të hynte, fytyra e saj e vogël u ndriçua në një mënyrë që ja shtrëngoi gjoksin. U kthyet, tha ajo, dhe kishte habi të sinqert në zë, sikur të mos kishte besuar se ai do ta mbante vërtet premtimin. Të thash se do të kthehesha. Dhe unë gjithmonë I mbaj premtimet. Arbeni u ul në një karrige pranë barelës dhe qëndroi aty duke biseduar me lirën. Pyetje të thjeshta, të kota, vetëm për ta bërë të ndihej më pak e vetme. Cila ishte ngjyra e saj e preferuar? Nëse I pëlqenin filmat vizatimor. Nëse dinte të lexonte. Nëse shkonte në shkollë. Përgjigjet erdhen të shkurtra, të ndrojtura, por gradualisht lira filloi të lirohej pak. Ishte në atë moment që Fatime, punonjësja sociale, u shfaq me një shprehje serioze dhe një tablet në dorë. Zoti Konomi, mirë mëngjes. Mund të flas me ju? Arbeni u ngrit dhe të dy u larguan disa hapa, larg veshëve të lirës. Më në fund arritëm të kontaktojmë personin që ishte në letër. Një grua e quajtur Vera Leka. Ajo punon si pastruese, bën pastrime në disa vende. Tha se është një teze e largët e vajzës, se po kujdeset për të sepse nëna I vdiq në lindje dhe babai nuk u shfaq kurrë. Tha se punon gjithë ditën dhe nuk ka me këta lërë lirën, kështu që ndonjëherë vajza arri vetëm ose pret në vende publike derisa ajo të mbaroj punën. Arbeni ndjeu zemërimin t'i kthehej me forcë të plotë. Kjo është absurde. Ky është krim. Nuk mund ta lësh një fëmijë 5 vjeçar të braktisur në spital sikur të ishte një depo. E di, dhe pikërisht për këtë po vjen shërbimi social. Ata do të vlerësojnë situatën dhe do të përcaktojnë nëse vajza mund të kthehet te kjo grua apo duhet të dërgohet në një qendër rezidenciale për fëmijë ndërsa hetojnë më mirë rastin. Qendër rezidenciale, përsëriti Arbeni dhe shpreha në fytyrën e tij ishte neveri e pastër. Po flet për shtëpi fëmije. Teknikisht është qendër e përkujdesit rezidencial, por po funksionon në mënyrë të ngjashme. Është një mas mbrojtëse. Dhe ti mendon se ta hedhësh atë në një vend të tillë është mbrojtje? Fatime pshertiu, e lodhur. E di që nuk është ideale, zoti Konomi. Por me sistemin që kemi, me burimet që kemi, ndonjëherë është opsioni më I mirë I disponueshëm. Alternativa do të ishte ta linim me një grua që qartësisht nuk ka kushte për t'u kujdesur siç duhet. Arbeni kaloi dorën në përfytyr, duke u përpjekur të kontrollonte impulsin për të bërtitur, për të goditur diçka, për të bërë çdo gjë që do t'ia lehtësonte atë ndjenjë pafuqie. Duhet të ketë një opsion tjetër. Duhet të ketë. Nëse ju njihni ndonjë familje që dëshiron të marrë përgjegjësinë e përkohshme për kujdestarin, mund t'ia sugjeroni shërbimit social.
por duhet të kalojë në përvlerësim, në për proces ligjor. Nuk është e thjeshtë. Po sikur të marrë unë përgjegjësinë? Fjalët i dolën nga goja e Arbenit para se ai të përpunonte atë që po thoshte. Fatime e shikoi me habi. Ju? Po. Unë. Kam kushte financiare, kam shtëpi, kam strukturë. Mund të garantoj se ajo do të kujdeset mirë ndërsa ju hetoni dhe zgjidhni situatën e saj. Fatime tundi kokën ngadalë. Zoti Konomi, e kuptoj qëllimin tuaj, por nuk funksionon kështu. Ju nuk keni asnjë lidhje me vajzën. Kujdestaria e përkohshme kërkon vlerësim psikosocial, verifikim të së kaluarës, një proces të tërë. Kërkon kohë. Dhe edhe ashtu, prioriteti është gjithmonë për familjen ose familjen e gjerë. Pastaj për familjet kujdestare të regjistruara në program. Ju nuk përshtateni në asnjë nga këto kategori. Atëherë më regjistroni. Më vlerësoni. Bëni çfarë të jetë e nevojshme. Por mos e hidhni këtë vajzë në një shtëpi fëmije ku do të jetë vetëm një numër më shumë. Fatime e shikoi Arbenin me një përzierje admirimi dhe keqardhjeje. Ju mezi e njihni këtë fëmijë, zoti Konomi. Pse po përfshiheni kaq shumë? Arbeni heshti për një moment duke kërkuar fjalët e duhura. Sepse kur e shikoj atë, unë shoh një fëmijë që ka mësuar se nuk ka rëndësi. Se askush nuk do të luftoj për të. Se ajo është e padukshme. Dhe unë nuk mund ta pranoj këtë. Nuk mundem thjesht t'i kthej shpinën dhe të bëj sikur nuk e pash. Fatime tundi kokën ngadalë duke kuptuar. Do të shënoj interesimin tuaj dhe do t'ia kaloj shërbimit social. Ata do ta vlerësojnë. Por mos krijoni pritshmëri. Shanset janë minimale. Më mirë shanse minimale se sa asnjë shans. Dhe në atë moment, aty në atë korridor spitali, Arben Konomi, biznesmeni i suksesshëm që gjithmonë kishte zgjidhur gjithçka në bazë të efikasitetit dhe parave, zbuloi se ka gjëra që nuk blihen, nuk negociohen, nuk zgjidhen me një të rënd të lapsit. Dhe se ndonjëherë të bësh gjën e duhur do të thotë të hysh në një luftë që nuk e di nëse do ta fitosh, por që nuk mund të mos e luftosh. Nëse do të ishit në vendin e Arbenit, a do të kishit marrë të njëjtin vendim për t'u përfshirë në jetën e një fëmije të panjohur, apo thjesht do të kishit denoncuar situatën dhe do të kishit vazhduar jetën tuaj? Na tregoni në komente. Mëngjesi u zvarit dhe Arbeni qëndroi aty duke qarkulluar mes dhomës së nënës dhe zonës së vëzhgimit ku ishte lira. Ai i telefonoi zyrës, anuloi të gjitha mbledhjet e ditës, shpiku një justifikim çfarëdo. Asistenti mbeti i humbur, pa kuptuar se çfarë po ndodhte me shefin, por nuk e pyeti. Rreth mesditës, më në fund mbërritën përfaqësuesit e shërbimit social. Ishin dy gra, njëra më e re dhe tjetra me më shumë përvojë, të dyja me atë pamjen e dikujt që ka parë gjithçka në këtë jetë dhe nuk habitet më me asgjë. Ato biseduan me Fatimen, kontrolluan dokumentacionin dhe pastaj kërkuan të flisnin me Lirën privatisht. Arbeni qëndroi jashtë, i ankthshëm, duke ecur sa andej këtej, duke kontrolluar celularin çdo 2 minuta edhe pse nuk kishte asgjë për të kontrolluar. Gjysmë ore më vonë, këshilltarët dolën nga biseda me shprehje të mbyllura. Njëra prej tyre, më e moshuara, ju afrua Arbenit dhe Fatimes. Situata është e rëndë. Vajza qartësisht jeton në kushte neglizhence. Do të na duhet të bëjmë një vizitë në banesën e kësaj Vera Lekës, të vlerësojmë kushtet, të bisedojmë me të. Ndërkohë, vajza nuk mund të qëndrojë këtu në spital pafundësisht. Do ta dërgojmë në një qendër rezidenciale të përkohshme sot. Sa kohë do të qëndrojë atje? Pyeti Arbeni, duke u përpjekur të mbante zërin të kontrolluar. Varet. Mund të jenë ditë, mund të jenë javë, mund të jenë muaj. Varet nga hetimi, nga gjetja e një familjeje të përshtatshme, nga përcaktimi i zgjidhjes më të mirë për rastin. Dhe cila është mundësia e kujdestarisë së përkohshme nga një palë e tretë? Këshilltarja e shikoi Arbenin me atë vështrimin e dikujt që e kuptoi plotësisht se çfarë po ndodhte aty. A jeni i afërm i fëmijës? Jo. Keni lidhje të mëparshme me të? Jo. Por unë kam kushte për të ofruar një shtëpi të përshtatshme ndërsa rasti i saj zgjidhet. Këshilltarja pshertiu. Dëgjoni, zotëri, e kuptoj qëllimin tuaj. Por kujdestaria e përkohshme nuk është si të adoptosh një qen. Është një proces kompleks, me vlerësim rigoroz, me faza bashkëjetese. Dhe prioriteti është gjithmonë për familjen biologjike ose të gjerë.
Nëse nuk ka, atëherë konsiderojmë familjet kujdestare, por brenda një programi specifik, me njerëz të regjistruar dhe të trajnuar. Ju nuk përshtateni në asnjë nga këto kategori. Atëherë më përshtatni. Më regjistroni. Më vlerësoni. Do të bëj çfarë të jetë e nevojshme. Këshilltarja shkëmbeu një vështrim me kolegen e saj, e cila thjesht ngriti supet. Do të shënoj këtu interesimin dhe të dhënat tuaja. Por nuk mund të premtoj asgjë. Procesi nuk është i shpejtë dhe ka disa faza. Ndërkohë, vajza do të shkojë në qendrën rezidenciale. Arbeni hapi gojen për të protestuar, por para se të thoshte diçka, dëgjoi një zë të hollë pas tij. Unë nuk dua të shkoj. Të gjithë u kthyen. Lira po qëndronte aty në korridor, shumë e vogël me ato rroba të huazuara nga spitali që I rrinin të mëdha, me sytë e zgurdulluar nga frika. Unë nuk dua të shkoj në një vend tjetër. Unë dua të rri me të. Dhe ajo tregoi me gisht nga Arbeni dhe në atë gjest të thjesht, në atë moment besimi të pastër të një fëmije që mezi e njihte atë burr, por që shite tek ai të vetmin person që kishte luftuar për të, ndodhi diçka që do të ndryshonte gjithçka. Arbeni ndjeu zemrën t'i shtrëngoi në një mënyrë që nuk e kishte ndjer kurrë në jetë. Dhe në atë çast, ai e dinte se nuk do të hiqte dorë. Nuk kishte rëndësi sa kohë do të duhej, nuk kishte rëndësi sa pengesa do të duhej të kalonte, sa njerëz do të duhej të binte, sa ligje do të duhej të kuptonte. Ai do të luftonte për atë vajzë me të njëjtën vendosmëri që gjithmonë kishte përdorur për të ndërtuar perandorinë e tij. Sepse disa betejë, ai e zbuloi atë ditë, nuk luftohen përpara apo pushtet. Luftohen sepse janë të drejta. Dhe pikë. Shtëpia e fëmijës Shpresa ndodhej në periferi të Tiranës, në një lagje të vjetër me rrugë të ngushta dhe shtëpi të ngjitura me njëra tjetrën. Ndërtesa ishte e madhe, e lyer me një të verdhë të qelet tashmë pak të qëruar, me hekura në dritare dhe një portë hekuri që kërciste kur hapej. Nuk ishte e shëmtuar, nuk ishte e pistë, por kishte atë ajrin institucional të një vendi që strehon shumë njerëz dhe pak dashuri. Kur makina e shërbimit social ndaloi përpara, Lira ishte në sediljen e pasme me syt të ngulitur në dritare, duke shtrënguar sërish atë qesën e zhubravitur që ishte bërë e vetmja konstante e saj në atë botë që ndryshonte shumë shpejt. Ajo nuk qau kur doli nga spitali. Nuk bëri skandal. Thjesht qëndroi e qetë, e vockël, sikur të kishte mësuar se të protestosh nuk vlen për asgjë. Arbeni kishte qëndruar në spital duke parë makinën të largohej dhe ndjenja e pafuqisë që e pushtoi ishte aq intensive sa ju desh të ulej aty në bordurën e parkingut, me kokën mes duarve, duke u përpjekur të kuptonte si kishte arritur në atë pikë. 3 ditë më parë, ai nuk e njihte atë vajzë. Jeta e tij ishte numra, mbledhje, kontrata, fitime. Dhe tani, pa pritur, ai ishte ulur në dyshemen e një parkingu spitali duke u ndjerë sikur I kishin shkullur një pjesë të vetes. Asistenti u afrua, pa ditur mirë se çfarë të thoshte. Zoti Konomi, I telefonova zyrës. I riplanifikuan mbledhjet e javës. Dhe avokati që kërkuat është tashmë rrugës. Arbeni ngriti syt, ende pak I humbur. Cili avokat? Avokat Hyseni. Ju I telefonuat dje duke I kërkuar këshilla për procesin e kujdestarisë. Ai tha se do të vinte sot për të sjellë dokumentet që ju duhen. Ah, po. Arbeni kaloi dorën në përfytyr duke u përpjekur të kthehej në modalitetin efikas, modalitetin e biznesmenit, modalitetin e zgjidhësit të problemeve. Por ishte e vështirë. Sa kohë I duhet të arrijë? Rreth gjysmë ore. Arbeni tundi kokën, u ngrit nga toka, shkundi pantallonat e kostumit që ishin bërë me pluhur dhe hyri sërish në spital. U ngjit në dhomën e nënës, e cila ishte zgjuar dhe po hante një pelte me një fytyrë të neveritur. Ky është ushqim spitali apo dënim? U ankua ajo kur pa të birin të hynte. Sepse betohem që nuk e di dallimin. Arbeni as nuk mundi të buzëqeshte nga shaka. Zonja Tefta e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte. Çfarë ndodhi? Vajza? E çuan në shtëpinë e fëmijës. U përpoqa, mami. U përpoqa të shpjegoja se mund të kujdesesha për të, se kisha kushte, por nuk më lanë. Thanë se ka proces, se ka burokraci, se nuk kam lidhje, se nuk e di se çfarë. Zonja Tefta e la mënjantasin e peltes dhe I zgjati dorën të birit. Arbeni e kapi dhe ajo e shtrëngoi fort. Dhe ti do të heqësh dorë? Sigurisht që jo.
Atëherë pse e ke atë fytyrë të dështuar? Ti je Arben Konomi. Kur ti do diçka, e arrin. Gjithmonë e ke arritur. Kjo është ndryshe, mami. Nuk është biznes. Nuk janë para. Nuk mundem thjesht të blej rezultatin që dua. Jo, nuk mundesh. Por mund të luftosh. Mund të mësosh rregullat e kësaj loje të re dhe të luash më mirë se të gjithë. Këtë ke bërë gjithmonë. Pse do të ishte ndryshe tani? Arbeni heshti duke përpunuar. Nëna kishte të drejtë. Ai kishte ndërtuar një perandori nga zeroja sepse kur nuk e kishte pranuar një jo si përgjigje përfundimtare. Gjithmonë kishte gjetur një mënyrë, një këndvështrim, një strategji. Pse tani do të ishte ndryshe? Avokat Hyseni mbërriti në spital pak pas mesditës. Ishte një avokat rreth të 60-tave me flokë tërësisht të bardhë, syze me skele të hollë dhe atë pamjen serioze të dikujt që e kupton thellësisht ligjin, por kupton edhe njerëzit. Ai kishte qenë avokati i babait të Arbenit vite më parë dhe kur i vjetri vdiq, vazhdoi të ishte këshilltari i familjes. Ata u ulën në një dhomë të vogël private që spitali u avuri në dispozicion dhe avokat Hyseni hapi një dosje plot me letra. Arben, kam sjell gjithçka që munda të gjej për kujdestarinë e përkohshme, familjet kujdestare dhe proceset e heqjes së përgjegjësisë prindërore. E lexova rastin që më dërgove me mesazh. Është kompleks. Por a është e mundur? E mundur është. E lehtë nuk është. Sistemi i mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri i jep përparësi gjithmonë familjes biologjike ose të gjerë. Vetëm kur kjo mundësi shteron, hyn në lojë familjet kujdestare. Dhe edhe këto duhet të jenë të regjistruara në program, të kalojnë trajnime, vlerësime. Ti nuk përshtatesh në asnjë nga këto kategori. Atëherë më përshtat. Avokat Hyseni Pshertiu hoqi syzet dhe i pastroi lentet ngadalë duke fituar kohë. Nuk është kaq e thjeshtë. Për të regjistruar si familje kujdestare, duhet të kalosh një proces që zgjat muaj. Ka kurse trajnimi, intervista, vizita në shtëpi, vlerësim psikologjik, analizë të së kaluarës. Dhe edhe pas gjithë kësaj, nuk ka garanci se do të zgjidhesh specifikisht për këtë fëmijë. Sistemi punon me përputhshmëri, me profil, me njësër kriteresh. Po sikur të kërkoj kujdestarin direkt, pa kaluar në për sistemin e familjeve kujdestare, atëherë duhet të hapësh një padi për kujdestarin në gjykatën e rrethit gjyqësor. Do të duhet të demonstrosh se ke një lidhje afektive me fëmijën, se ke kushte për të kujdesur, se është në interesin më të mirë të saj të qëndrojë me ty. Gjykatësi do të caktoj një punonjës social dhe një psikolog për të bërë vlerësimin. Do të dëgjoj fëmijën, do të dëgjoj shërbimin social, do të verifikoj nëse ka familje biologjike me interes. Është një proces që mund të zgjasë 6 muaj, 1 vit, ndonjëherë më shumë. Arbeni ndjeu dekurajimin ta godiste sërish, por e detyroi veten të vazhdonte. Dhe cila do të ishte strategjia? Nga t'ia filloi? Avokat Hyseni i vuri syzet sërish dhe u përkul përpara, duke folur me atë tonin e dikujt që po hyn në modalitetin strategjik. Së pari, ti formalizon interesimin tënd pranë shërbimit social. Këtë e ke bërë tashmë. Së dyti, ti regjistrohesh menjëherë në programin e familjeve kujdestare të bashkisë. Edhe pse kërkon kohë, tregon për kushtim. Së treti, ti punson një avokat të specializuar në të drejtën e fëmijëve dhe të miturve për të paraqitur kërkesën për kujdestari. Së katërti, dhe kjo është thelbësore, ti fillon të krijosh një lidhje me fëmijën. Vizita të rregullta në shtëpinë e fëmijës, prani e vazhdueshme, ndërtim i marrëdhënies. Sepse kur procesi të arrijë te gjykatësi dhe ai ta pyes fëmijën me kë dëshiron të qëndrojë, përgjigjja e saj do të peshojë shumë në vendim. Arbeni shënonte mendërisht çdo pikë. Dhe sa kohë duhet derisa të mund ta vizitoj? Varet nga shtëpia e fëmijës. Zakonisht, në javët e para, i kufizojnë vizitat që fëmia të përshtatet. Por mund të provosh të flasësh me koordinatoren, t'i shpjegosh situatën. Ndoshta mund të marrësh një autorizim të veçantë, veçanërisht nëse shërbimi social bie dakord. Atëherë këtë do të bëj. Sot. Tani. Avokat Hyseni buzëqeshi për herë të parë që kur kishte ardhur. E imagjinova se do ta thoje këtë. Prandaj i kam sjell të gjitha formularët që duhet të plotësosh. Dhe tashmë i kam telefonuar një koleges sime, doktoreshës Patricia, e cila është specialiste në të drejtën e fëmijëve.
Ajo mund të pres nesër në mëngjes. Ndërsa Arbeni gjytej kokë e këmbë në letra dhe strategji ligjore, në anën tjetër të qytetit, Lira po njihej me atë që do të ishte shtëpia e saj e re e përkohshme. Koordinatorja e shtëpisë së fëmijës, shpresa, ishte një zonjë rreth të 50-tave e quajtur Sonia, me flokë të shkurtër të lyrë me të kuqe dhe një sjellje që përpiqej të ishte amësore, por që dilte shumë e lodhur për të qenë bindëse. Mirë se erdhe, Elira. Këtu do të ndash dhomën me 5 vajza të tjera të moshës tënde. Ka orar për gjithçka, mëngjesi, dreka, zemra, darka, dushi, ora e gjumit. Ka edhe rregulla. Asnjë sherr, asnjë dalje nga dhoma pas orës 9 të mbrëmjes, asnjë prekje e gjërave të vajzave të tjera. E kuptove? Lira tundi kokën në shenjë pohimi, edhe pse nuk e kishte kuptuar mirë. Ishte shumë e zënë duke parë përreth, duke u përpjekur të përpunonte atë vend të ri, atë realitet të ri. Dhoma ishte e madhe, me 3 krevate marinari metalik të ndryshkur, 2 shek të hollë të mbuluar me çarçaf të bardhë të zbardhur, dhe një dollap kompensate për çdo fëmijë. Muret ishin të bardha, pa asnjë pikturë, asnjë zbukurim, asgjë që ta bënte atë të dukej si një dhomë fëmijësh. Dukej më shumë si një fjetore kazerme. 5 vajzat e tjera që ndanin dhomën ishin të gjitha aty kur hyri Lira. E shikuan me atë kuriozitetin tipik të fëmijëve, por edhe me një farë indiferencë të dikujt që ka parë shumë njerëz të rinj të vinë e të ikin. Vajza, prezantohuni me Elirën, kërkoi Sonia me një ton që e bënte të qartë se ishte urdhër, jo sugjerim. Një nga një, ato than emrat e tyre. Ishte Anisa, 7 vjeçe, që ishte më e madhja e dhomës. Marina dhe Manuela, binjake 6 vjeçare që ishin të pandashme. Genta, 5 vjeçe si Lira. Dhe Sofia, më e vogla, vetëm 4 vjeçe, që ende thithte gishtin dhe kishte një leckë që nuk e lëshonte për asgjë. Pas prezantimeve të shpejta dhe pa entuziazëm, Sonia i tregoi Lirës cili ishte krevati i saj, ai poshtmi i njërit prej krevateve marinari, dhe cili ishte dollapi i saj. I shpjegoi sërish oraret, i dha një palë rroba të pastra dhe doli, duke e lënë Lirën vetëm me vajzat e tjera. Mbretëroi një heshtje e çuditshme. Lira nuk dinte çfarë të bënte, kështu që thjesht u ul në krevat dhe mbeti duke parë duar. Ishte Anisa, më e madhja, ajo që theu heshtjen. Ti e re në shtëpi fëmije, apo jo? Duket. Lira ngriti syt, e pasigurt. Si e di? Sepse ende e ke atë fytyrën e dikujt që mendon se dikush do të vijë ta marrë. Ajo fytyrë kalon. Të gjithë këtu e kemi pasur një ditë. Vajzat e tjera qeshën, por nuk ishte një e qeshur dashakeqe. Ishte më shumë një e qeshur e dikujt që e njeh, që e kupton. Sa kohë keni këtu? Pyeti Lira me zë të ulët. Anisa ngriti supet. Unë kam 2 vjet. Binjaket 1 vit e gjysmë. Genta rreth 8 muaj. Sofia është më e reja, ka vetëm 3 muaj. Lira ndjeu stomakun t'i përdridhej. 2 vjet. 1 vit e gjysmë. Kjo ishte e përkohshme, apo jo? Nuk ishte për gjithmonë, apo jo? Por ju do të ktheheni në shtëpitë tuaja, apo jo? Këmbënguli Lira, duke pasur nevojë të besonte në këtë. Anisa ul në krevatin e saj dhe e shikoi Lirën me ata sy që kishin parë shumë për moshën që kishte. Varet. Nëse gjen familje. Nëse dikush na do, nëse zgjidhen gjërat. Por ndonjëherë nuk zgjidhen. Atëherë rri këtu derisa të rritesh. E vogla Sofia, e cila kishte dëgjuar gjithçka në heshtje, lëshoi leckën dhe ju afrua Lirës me atë mënyrën e ngathët të një fëmije shumë të vogël. A ke frikë nga errësira? Pyeti ajo me zë të hollë. Lira hezitoi, por në fund e pranoi. Ndonjëherë. Edhe unë. Sofia u ngjit në krevatin e Lirës, pa kërkuar leje, dhe u ul pranë saj. Por këtu ka më shumë njerëz. Kështu ka më pak frikë. Dhe në atë gjest të thjesht, në atë solidaritet të dikujt që ndan të njëjtën dhimbje, Lira ndjeu për herë të parë që kur kishte hyrë aty se ndoshta nuk ishte plotësisht e vetme. Ditët filluan të kalonin në një rutinë që ishte njëkohësisht ngushëlluese dhe mbytëse. Zgjimi në 7. Mëngjesi në 7 e gjysmë. Më pas, vajzat më të mëdha shkonin në shkollën që ishte afër. Më të voglat, si Lira dhe Sofia, qëndronin në shtëpinë e fëmijës me aktivitete të mbikëqyrura nga edukatorët. Kishte orë për të luajtur, orë për të ngrënë, orë për të bërë dush, orë për të fjetur.
gjithçka shumë e organizuar, gjithçka shumë e parashikueshme. Por në të njëjtën kohë, gjithçka shumë boshe. Lirës i mungonin gjëra që ajo as nuk e dinte se i mungonin. Era e shtëpisë, edhe kur shtëpia ishte vetëm një dhomë e ngushtë në konvikt. Zhurma e rrugës, fqinjet që debatonin, qeni që lehte poshtë. Mundësia për të zgjedhur kur të hante biskota, edhe kur kishte vetëm një biskollë. Të ishte ajo, individuale, unike, dhe jo thjesht një më shumë në radhën e mëngjesit. Por ajo që i mungonte më shumë, dhe këtë ajo nuk e kuptonte mirë sepse mezi e njite atë burr, ishte Arbeni. Mënyra se si ai e kishte parë, sikur ajo të kishte rëndësi. Sikur të ishte dikush për të cilin ja vlente të luftoje. Askush nuk e kishte bërë kur atë për të më parë. Arbeni, ndërkohë, po zhvillonte betejën e tij. Ai kishte shkuar në selinë e shërbimit social, kishte plotësuar formular, kishte aplikuar në regjistrin e familjeve kujdestare. Ishte takuar me doktoreshën Patricia, avokaten e specializuar, e cila i kishte shpjeguar me durim çdo fazë të procesit. Kishte kaluar intervistën e parë me punonjësen sociale të programit të kujdestarisë familjare. Kishte autorizuar verifikimin e së kaluarës, hetimin financiar, gjithçka. Dhe në çdo fazë, ai përplasej me të njëjtën pyetje: pse? Pse ti, një burr beqar, pa fëmijë, me një jetë të tërë të ndërtuar vetëm, dëshiron papritur të marrësh përgjegjësinë për një fëmijë të panjohur? Në fillim, Arbeni përpiqej të shpjegonte racionalisht. Fliste për padrejtësi sociale, për pabarazi, për përgjegjësi qytetare. Por gradualisht, në bisedat me psikologen e programit, në seancat e vlerësimit, ai u detyrua të shikonte më thellë, të ishte më i sinqertë. Dhe e vërteta, kur më në fund e pranoi, ishte njëkohësisht e thjeshtë dhe e komplikuar. Kur e shikoj atë, unë shoh gjithçka që nuk kam pasur kurrë, tha ai në një nga seancat me psikologen. Unë u rrita me para, kisha gjithçka materialisht. Por babai im ishte mungesor, nëna ime bënte ç'të mundte, por punonte shumë. Unë mësova herët se suksesi ishte gjithçka, se emocioni ishte dobësi, se nuk mund t'i besoj askujt përveç vetes. Unë ndërtova një perandori, por e ndërtova vetëm. Dhe është tmerrësisht e vetmuar. Kur pash Lirën aty, duke pritur me orë, duke pritur që dikush të interesoj, pash veten time. Jo versionin e varfër, por versionin emocional. Dhe mendova, sikur dikush të kishte luftuar për mua kur isha fëmijë, sikur dikush të më kishte treguar se kisha rëndësi vërtet, ndoshta nuk do të isha bërë ky i rritur që është i suksesshëm, por është bosh. Dhe atëherë mendova, ndoshta unë mund të jem për të ajo që askush nuk ishte për mua. Psikologjia kishte shënuar gjithçka, dhe pastaj kishte thënë diçka që i mbeti në kokë për ditë të tëra. Zoti Arben, dëshira juaj për të ndihmuar këtë fëmijë vjen nga një vend i sinqertë. Por ju duhet të pyesni veten, doni të shpëtoni atë apo të shpëtoni veten? Sepse një fëmijë nuk mund të jetë përgjegjës për shërimin emocional të një të rrituri. Kjo do të ishte shumë e padrejtë për të. Arbeni kishte dalë nga ajo seancë i shqetësuar, por edhe më i vendosur. Sepse psikologjia kishte të drejtë. Ai nuk mund ta përdorte Lirën për të mbushur boshllëqet e tij. Por në të njëjtën kohë, ai mund t'i ofronte asaj diçka reale, diçka që do t'ia ndryshonte jetën. Dhe ndoshta, në proces, ata do të ndryshonin njëri tjetrin. 2 javë pas atij mëngjesi kaotik në spital, Arbeni më në fund mori leje për të vizituar Lirën në shtëpinë e fëmijës Shpresa. Ishte një e martë pasdite, qielli ishte i vrenjtur dhe kërcënonte shi. Ai mbërriti në shtëpinë e fëmijës me zemrën që i rrite fort, pa ditur se çfarë të priste. Sonia, koordinatorja, e priti në zyrën administrative. Zoti Konomi, shërbimi social më informoi për interesimin tuaj për Elirën. Dua ta bëj të qartë se këtu ne e marrim shumë seriozisht mirëqenien e fëmijëve. Çdo gjë që vërejmë se nuk është në rregull, e ndërpresim vizitën menjëherë. E kuptoj. Unë vetëm dua të shoh si është. Të bisedoj pak. Vetëm kaq. Sonia tundi kokën, por ende kishte atë qëndrimin mbrojtës të dikujt që ka parë shumë gjëra të shkojnë keq. Ajo është në obor me të tjerat. Do ta thërras. Pak minuta më vonë, Lira u shfaq në derën e oborit. Ajo kishte veshur rroba të dhuruara që i rinin të mëdha, flokët I kishte mbledhur bisht thjesht dhe kishte një shprehje pak të shuar në fytyrë. Por kur pa Arbenin, diçka u ndes në ata sy. Erdhët, tha ajo, dhe kishte një përzierje habie dhe lehtësimi në zë. Të thash se do të vija.
Arbeni u ul për të qenë në nivelin e saj. Si je? Jam mirë, u përgjigj ajo automatikisht, por sytë thoshin diçka tjetër. Ata u lejuan të bisedonin në një dhomë të vogël me një tavolinë dhe karrige fëmijësh. Sonia qëndroi jashtë, por dera ishte gjysmë e hapur, duke mbikëqyrur. Arbeni u përpoq të niste bisedë, e pyeti si ishin vajzat e tjera, nëse ushqimi ishte i mirë, nëse po flinte mirë. Lira u përgjigjej shkurt, me një fjalë, derisa pa pritur, ajo pyeti të vetmen gjë që kishte vërtet rëndësi. A do të më merrni nga këtu? Arbeni ndiu gjoksin t'i shtrëngoi. Ai nuk mund të premtonte. Nuk mund të krijonte shpresë që ndoshta nuk do të realizohej. Po bëj gjithçka që mundem që kjo të ndodh, Lira. Por ka një proces, ka rregulla, ka gjëra që duhet t'i bëj së pari. Do të duhet pak kohë. Sa kohë? Nuk e di. Por ndërkohë, unë do të vi të shoh sa herë të më lën. Çdo javë. Nuk do të zhdukem, nuk do të harroj. Të premtoj. Lira e shikoi me atë intensitetin e një fëmie që po përpiqet të vendosë nëse mund të besoj apo jo. Po sikur të mos më lën? Po sikur të më duhet të rri këtu për gjithmonë? Kjo nuk do të ndodhë, tha Arbeni me një bindje që i duhej ta ndjente po aq sa ajo. Unë do të bëj gjithçka siç duhet, do të ndjek të gjitha rregullat, do të kaloj të gjitha vlerësimet. Dhe kur e gjithë kjo të mbaroj, ti do të kesh një shtëpi të vërtetë. Me mua. Të premtoj. Dhe në atë dhomë të ngushtë të një shtëpie fëmije në periferi të Tiranës, një biznesmen milioner që kur nuk ishte kujdesur për një fëmijë në jetën e tij dhe një vajzë 5 vjeçare që kishte mësuar shumë herë të mos priste asgjë nga askush, bën një pakt të heshtur. Ai do të luftonte për të. Dhe ajo do të përpiqej të besonte se këtë herë, më në fund, dikush nuk do të hiqte dorë. Vizita zgjati vetëm 40 minuta, por kur Arbeni doli nga atje, ai kishte një siguri absolute, nuk kishte rëndësi sa kohë do të duhej, nuk kishte rëndësi sa pengesa do të shfaqeshin në rrugë. Ai do ta sillte atë vajzë në shtëpi. Në rrugën e kthimit brenda makinës, asistenti që kishte pritur jashtë e pyeti si kishte shkuar. Arbeni vonoi të përgjigjej. Mbeti duke parë nga dritarja, duke parë qytetin të kalonte, njerëzit në rrugë duke jetuar jetët e tyre, secili duke mbajtur dramat e veta të padukshme. Ishte e vështirë, pranoi ai më në fund. Ta shija atë në atë vend. Ti shija të gjithë ata fëmijë të tjerë. Të dija se ka më shumë, qindra, mira të shpërndar kudo, duke pritur që dikush të interesohet. Asistenti nuk dinte çfarë të thoshte. Kur nuk e kishte parë shefin kështu, kaq të prekur, kaq të cenueshëm. Po bëni gjën e duhur, ishte gjithçka që arriti të thoshte. Arbeni tundi kokën, por nuk ishte aq i sigurt për këtë. Gjëja e duhur do të kishte qenë një sistem që funksiononte, që nuk i linte fëmijët të binin në për të çara, që nuk varej nga biznesmen me kompleks shpëtimtari për të zgjidhur probleme strukturore. Por ndërsa sistemi nuk ndryshonte, ndërsa politikat publike vazhdonin të dështonin, ai do të bënte atë që ishte në dorën e tij. Do të shpëtonte të paktën një. Dhe kush e di, ndoshta në proces do të mësonte të shpëtonte edhe veten. Atë natë, pasi vizitoi nënën në spital dhe konfirmoi se ajo do të dilte të nesërmen, Arbeni mbërriti në shtëpi dhe për herë të parë pas vitesh ndjeu sa bosh ishte ai apartament. Ishte një vend i mrekullueshëm, në katin e fundit të një pallati në bulevardin në dëshmorët e Kombit, i gjithë i dekoruar nga një arkitekt i famshëm, me mobilje firmato dhe një pamje që të linte pa frym. Por nuk kishte jetë. Nuk kishte zhurmë fëmijësh, nuk kishte vizatime të ngjitura në frigorifer, nuk kishte atë rrëmujën kaotike që e shndërron një shtëpi në një vatër. Ai mbushi një gotë whisky, u ul në divanin prej lëkure italiane dhe mbeti duke parë qytetin poshtë, miliona dritat e ndezura, secila duke përfaqësuar një jetë, një histori, një dramë. Dhe mendoi për Lirën, shtrirë në atë krevat marinari në një dhomë me 5 vajza të tjera, me siguri pa mundur të flinte, me siguri duke pyetur veten nëse ai do të kthehej vërtet apo ishte thjesht një tjetër i rritur që premtonte gjëra dhe zhdukej. Ai mori celularin dhe i dërgoi një mesazh doktoreshës Patricia, avokates, duhet ta përshpejtoj këtë proces. Çfarë tjetër mund të bëj? Përgjigjja erdhi shpejt, paraqituni në të gjitha vizitat që autorizohen. Ndërtoni lidhje. Demonstroni përkushtim. Dhe kini durim. Drejtësia për fëmijët nuk punon me kohën e një biznesmeni. Durim. Arbeni kur nuk kishte qenë i mirë në këtë. Por do t'i duhej të mësonte.
Sepse këtë herë urgjenca nuk ishte të mbyllte një kontratë apo të fitonte një klient. Ishte për një vajzë 5 vjeçare që kishte pritur shumë gjatë për dikë që të mos hiqte dorë prej saj. Dhe shtëpia, ai po e zbulonte, nuk ishte një vend. Ishte një premtim. Dhe ai gjithmonë i mbante premtimet e tij. 3 muaj. U deshën 3 muaj të gjatë me vizita javore, formular të plotësuar, intervista të pafundme, vlerësime psikologjike, vizita në shtëpi dhe shumë durim. 3 muaj në të cilët Arbeni mësoi se sistemi i mbrojtjes së fëmijëve, pavarësisht të gjitha dështimeve dhe ngadalësive të tij, kishte një arsye për të ekzistuar. 3 muaj në të cilët ai u detyrua të shikonte brenda vetes në një mënyrë që nuk e kishte bërë kurrë në 50 vjet jetë. Psikologjia e programit të familjeve kujdestare, një grua e quajtur doktoresha Kamila, nuk e mori lehtë me të. Në çdo seancë, ajo shponte lëkurën e biznesmenit të suksesshëm dhe kërkonte njeriun poshtë. E pyeste për fëmijërinë e tij, për marrëdhënien me prindërit, përse kishte zgjedhur një jetë vetmie, për frikërat e tij, pasiguritë e tij, motivimet e tij të vërteta. Zoti Arben, e pyeti ajo në një nga seancat, çfarë prisni të fitoni nga kjo? Dhe mos më thoni se është vetëm për të ndihmuar vajzën. Të gjitha ata që duan të ndihmojnë kanë edhe një motivim personal. Cili është juaj? Arbeni kishte heshtur për një kohë të gjatë, duke lëvizur duart, duke parë nga dritarja. Më në fund, u përgjigj me një sinqeritet që e habiti edhe vetë atë. Mendoj se dua të provoj se jam ndryshe nga baba im. Ai kishte gjithçka, para, pushtet, sukses. Por nuk kishte kohë. Nuk kishte prani. Unë u rrita në një shtëpi të madhe dhe bosh. Dhe u betova se kur nuk do të bëhesha si ai. Por kur shikoj jetën time tani, shoh se jam bërë pikërisht ajo që betohesha se nuk do të bëhesha. I suksesshëm, por i vetmuar. I pasur, por bosh. Dhe pastaj shfaqet lira dhe unë shoh një shans për të bërë ndryshe. Për të qenë ajo që kisha nevojë që dikush të ishte për mua. Doktoresha Kamila kishte shënuar gjithçka dhe pastaj kishte thënë diçka që i mbeti në kokë për ditë të tëra. Ky është një motivim i vlefshëm. Por ju duhet të kuptoni se një fëmijë nuk mund të mbajë peshën e shërimit të plagëve të një të rrituri. Ju mund t'i ofroni asaj atë që nuk keni pasur, por nuk mund të prisni që ajo të mbushë boshllëqet tuaja. Ajo ka boshllëqet e veta. Dhe ju të dy do të duhet të mësoni të shëroheni së bashku, jo njëri përmes tjetrit. Ndërsa Arbeni kalonte këtë proces të detyruar të vetënjohjes, Lira po përshtatej me rutinën e shtëpisë së fëmijës Shpresa. Ajo u bë shoqe me vajzat e tjera, veçanërisht me të voglën Sofia, e cila ishte bërë hija e saj. Shkonte në aktivitete, hante në oraret e duhura, flinte kur i thoshin. Por të gjitha ata që jetonin me të e kuptonin se ajo ishte gjithmonë duke pritur. Sa herë që kishte vizita, ajo vraponte te salla e pritjes me sytë që i shkëlqenin, duke pritur të shihte Arbenin. Dhe kur ishte ai, fytyra e saj e vogël ndriçoi në një mënyrë që të thyente dhe të ngjiste zemrën në të njëjtën kohë. Në vizita, të cilat ishin gjithmonë të mbikëqyrura, por gjithnjë e më të gjata, Arbeni dhe Lira po ndërtonin një marrëdhënie që ishte unike, e çuditshme, por thellësisht e vërtetë. Ai i sillte libra dhe i lexonte. I sillte lojra dhe luanin së bashku. I sillte fletore për të pikturuar dhe pastaj i ngjiste vizatimet e saj në zyrë për dëshpërimin e dizajnerit të brendshëm që kishte planifikuar gjithçka milimetrikisht. Në një nga vizitat, Lira e pyeti diçka që ai nuk e priste. Pse nuk keni fëmijë? Arbeni kishte menduar të gënjente, të jepte një përgjigje të lehtë. Por po mësonte se me fëmijët, veçanërisht me fëmijët që ishin mashtruar shumë në jetë, sinqeriteti ishte thelbësor. Sepse punova aq shumë, u bëra aq i zënë duke ndërtuar kompaninë time, sa harrova të ndërtoja një familje. Dhe kur e kuptova, kishte kaluar shumë kohë. Atëherë mendova se ishte shumë vonë. Derisa të njoha ty, dhe tani nuk është më vonë. Tani e di se kur nuk është vonë për të bërë gjën e duhur. Lira kishte heshtur duke përpunuar këtë. Pastaj pyeti me atë zërin e vogël që përdorte kur kishte frikë nga përgjigjja. Po sikur të mos më lën të vi me ju. Po sikur të thonë se duhet të jetë dikush tjetër. Atëherë unë do të vazhdoj të luftoj derisa të arrij. Sepse të premtova, e mban mend? Dhe unë gjithmonë i mbaj premtimet e mia, por ndërsa kjo marrëdhënie forcoi, një bombë ishte gati të shpërthente.
Punonisja sociale përgjegjëse për rastin më në fund kishte arritur të lokalizonte dhe të intervistonte Vera Lekën, gruan që ishte regjistruar si përgjegjëse për lirën. Dhe ajo që zbuloi do të ndryshonte gjithçka. Arbeni mori telefonatën nga doktoresha Patricia, avokatja, një të enjte pasdite. Ai ishte në mbledhje kur i ra telefoni dhe normalisht nuk do ta hapte, por emri i avokates në ekran e bëri të kërkonte leje dhe të dilte nga salla. Arben, dua të vish në zyrën time. Tani. Kemi zbuluar diçka të rëndësishme për rastin e lirës. Toni i zërit të saj ishte shumë serioz. Arbeni ndjeu stomakun t'i përdridhej. A është keq? Është e komplikuar. Eja se ta shpjegoj personalisht. Një orë më vonë, Arbeni ishte ulur para tavolinës së doktoreshës Patricia, e cila kishte një dosje të trashtë të hapur para saj dhe një shprehje që përziente shqetësimin me indinjatën. Punonjësja sociale arriti të bëjë intervistën e plot me këtë Vera Lekën. Dhe ajo që zbuloi është më keq se sa imagjinonim. Vera nuk është tezja e lirës. As nuk është fare e afërme. Si kështu nuk është e afërme. Arbeni ndjeu konfuzionin ta pushtonte. Por ajo tha se ishte. Ajo gënjeu. Historia e vërtet është kjo, nëna e lirës, e quajtur Ana Pali, ishte pastruese në shtëpinë e një familjeje të pasur këtu në Tiranë. Mbeti shtatzën nga një lidhje që pati, nuk donte të tregonte kush ishte babai dhe vazhdoi të punonte shtatzën. Vera punonte në të njëjtën shtëpi si kuzhiniere. Kur lindi Lira, Ana vazhdoi të punonte e merrte foshnjën me vete. Por kur Lira ishte 2 vjeçe, nëna u sëmur. Kancer agresiv. Në më pak se 6 muaj, ajo ndërroi jetë. Arbeni ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Vajza kishte humbur nënën kaq e re. Dhe pastaj? Çfarë ndodhi me Lirën? E zonja e shtëpisë ku punonin do ta çonte vajzën të shërbimi social, nuk donte përgjegjësi. Por Vera u ofrua të qëndronte me fëmijën. Vetëm se jo nga mirësia. E zonja e shtëpisë tha se do t'i jepte një ndihmë mujore financiare kujtdo që do të kujdesej për Lirën. Vera pranoi, por jo nga dashuria. Për paratë. Arbeni ndjeu zemërimin të fillonte të vlonte. Pra ajo merr para për t'u kujdesur për vajzën dhe prap e lë të braktisur? Është më keq se kaq. Sipas hetimit, Vera i përdor paratë për vete. Lira jeton me mbeturina, me rroba të dhuruara, mezi shkon në kopsht. Dhe historia e lënies së saj duke pritur në spital? Vera e bën këtë për të mos paguar çerdhe apo dado. Ajo e lë vajzën në vende publike, spitale, kisha, parqe dhe shkon në punë. Kthehet orë më vonë për ta marrë. Ndonjëherë harron dhe vajza flen në rrugë. Arbeni po dridhej nga zemërimi tani. Si mund t'ia bënte dikush këtë një fëmijë? Si e lejonte sistemi që kjo të ndodhte? Po kjo e zonja e shtëpisë që paguan? A e di? Nuk ka ide. Mendon se gjithçka është në rregull. I transferon paratë rregullisht çdo muaj. Kur punonjësja sociale shkoi të fliste me të, gruaja u trondi. Tha se po ta dinte do të kishte vepruar ndryshe, do të kishte kërkuar një familje të vërtet për Lirën. Dhe tani? Çfarë ndryshon kjo në procesin ton? Ndryshon gjithçka. Vera nuk ka kujdestari ligjore të fëmijës, kur nuk e ka pasur. Ajo thjesht e ka marrë vajzën në mënyrë të parregull. Kjo e lehtëson shumë procesin e heqjes së përgjegjësisë. Shërbimi social do të paraqesë kërkesë për kujdestari të përhershme për ta futur Lirën në programin e birësimit. Birësim, përsëriti Arbeni fjalën duke ndjerë peshën e saj. Po. Radhët e birësimit janë të gjata, veçanërisht për fëmijët e kësaj moshe. Por me profilin e Lirës, vajzë e shëndetshme, pa vëllezër e motra për t'u mbajtur bashkë, shanset janë të mira. Ajo mund të gjejë një familje. Por ajo tashmë e ka gjetur, tha Arbeni, dhe zëri i tij ishte i fortë tani. Ajo më gjeti mua. Doktoresha Patricia Pshertiu. Arben, kemi folur për këtë. Birësimi është ndryshe nga kujdestaria e përkohshme. Është për gjithmonë. Është për gjithë jetën. A jeni i sigurt se kjo është ajo që doni? Absolutisht. Edhe duke e ditur se jeta juaj do të ndryshojë plotësisht, se nuk do të mund të udhëtoni më kur të doni, të punoni deri në mesnatë, të keni atë rutinën që keni pasur gjithmonë? Sidomos për shkak të kësaj.
Doktoresha Patricia e shikoi për një moment të gjatë, duke e studiuar, duke e vlerësuar. Më në fund, tundi kokën dhe nxori një formular të ri nga sirtari. Atëherë ne do të paraqesim kërkesën për birësim. Por dua që ju të kuptoni, procesi është i gjatë, ka shumë faza dhe nuk ka garanci. Gjykatësi do të vlerësoj gjithçka, do të dëgjoj shërbimin social, do të konsideroj familje të tjera. Ju mund të mos zgjidheni. Atëherë unë do të apeloj. Dhe do të apeloj sërish. Dhe sërish. Derisa të mos ketë më ku të apeloj. Por unë nuk do të heq dorë. 2 javë më vonë, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Vera Lejka, e zbuluar dhe e konfrontuar, u zhduk. Thjesht u zhduk, braktisi dhomën e konviktit ku jetonte, la gjërat pas, dhe askush nuk arriti më të kontaktonte me të. E zonja e shtëpisë që paguante ndihmën financiare u trondit, duke u ndier fajtore dhe ofroi të ndihmonte me çfarëdo që të ishte e nevojshme. Me Verën jashtë loje dhe pa asnjë të afërm tjetër që të shfaqej, procesi i Arbenit fitoi forcë. Punonisja sociale e rastit bëri një raport jashtëzakonisht të favorshëm, duke theksuar lidhjen e ndërtuar, për kushtimin e tij, strukturën që ai mund të ofronte. Psikologjia gjithashtu dha një mendim pozitiv, duke vërejtur se pavarësisht mungesës së përvojës, Arbeni tregonte një aftësi të sinqertë për të mësuar dhe për të vënë nevojat e fëmijës mbi të tija. Por vendimi përfundimtar ishte i gjykatësit. Dhe gjykatësit e gjykatës së familjes nuk impresionohen lehtë. Kanë parë gjithçka, kanë kapur njerëz duke gënjur, duke manipuluar, duke përdorur fëmijët për t'u dukur ose për të mbushur boshllëqe. Janë dyshues nga natyra dhe me të drejtë. Seanca u caktua për një të hënë në mëngjes, 3 muaj e gjysmë pas asaj të marte kaotike në spital. Arbeni mbërriti herët me kostum, nervoz në një mënyrë që nuk kishte qenë kurrë as në negociatën më të madhe të jetës së tij. Doktoresha Patricia ishte me të, duke rishikuar detajet e fundit. Mbaj mend, i sinqert. Nëse gjykatësi pyet diçka, mos u përpiq të zbukurosh. Thuaj të vërtetën, trego se e di që nuk do të jetë e lehtë, por je i përkushtuar. E di. Arbeni kaloi dorën nëpër flok, duke u përpjekur të qetësoj. Thjesht dua të mbaroj sa më shpejt. Salla e seancës ishte e vogël, formale, me atë erën e letrës së vjetër dhe ligjit. Gjykatësi ishte një burr rreth të 60-tave, me flokë të thinjur, syze në majë të hundës dhe një shprehje të ashpër që nuk premtonte lehtësira. Quhej Robert Mema dhe kishte famën se ishte i rrept, por i drejtë. Pasi dëgjoi raportet e punonjëses sociale dhe psikologes, gjykatësi Mema u kthye nga Arbeni. Zoti Konomi, a e kuptoni se birësimi është i parevokueshëm? Se nëse unë e miratoj, nuk ka kthim prapa. Fëmia do të jetë ligjërisht bija juaj, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që kjo nënkupton? E kuptoj plotësisht, ekselencë. Ju jeni beqar, punoni shumë, keni një rutinë intensive. Si keni ndërmend ta pajtoni këtë me kërkesat e një fëmije 5 vjeçar? Do të përshtatem. Tashmë kam filluar të përshtatem. Kam reduktuar ngarkesën time të punës, kam vendosur njerëz të besuar në pozicione kyçe në kompani, por i strukturoj rutinën time. Dhe nëse do të më duhet të zgjedh mes një biznesi dhe të jem i pranishëm për të, unë do të zgjedh atë. Gjithmonë. Po sikur pas disa vitesh të pendoheni? Sikur të kuptoni se nuk ishte ajo që imagjinonit? Arbeni e shikoi drejt e në sy gjykatësin dhe kur foli, kishte një bindje absolute në zë. Ekselencë, unë kam kaluar gjithë jetën duke ndërtuar një perandori. Kam arritur gjithçka që doja materialisht. Por ishte bosh. Gjithçka bosh. Sepse nuk kishte një qëllim më të madh. Lira ma dha këtë qëllim. Ajo më dha një arsye për të zgjuar në mëngjes që nuk është vetëm të mbyll një marrëveshje apo të fitoj para. Dhe unë mund të jem pa përvojë, mund të gaboj, me siguri do të gaboj shumë. Por unë do të jem i pranishëm. Do të jem aty. Dhe për një fëmijë që ka kaluar jetën duke pritur që dikush të interesojë, kjo tashmë është më shumë se sa ka pasur deri tani. Gjykatësi Mema heshti duke vlerësuar. Pastaj shfletoi disa letra dhe tha diçka që bëri zemrën e Arbenit gati të ndalonte. Unë dua të dëgjoj fëmijën. Sillni e Lirën këtu. Pak minuta më vonë, Lira hyri në sallë e shoqëruar nga punonjësja sociale e shtëpisë së fëmijës. Ajo ishte e vockël në atë ambient formal, e veshur me një fustan të thjeshtë që dikush ja kishte dhuruar, me flokët të mbledhur në një gërshet.
Kur pa Arbenin, sytë e saj shkëlqyen, por ajo nuk vrapoi. Qëndroi aty duke pritur siç kishte pritur gjithmonë. Gjykatësi i kërkoi të afrohej dhe i foli me atë tonin më të butë që gjykatësit e rezervojnë për fëmijët. Përshëndetje, Elira. Unë quhem Robert. Unë jam gjykatës, e di çfarë është kjo? Lira tundi kokën në shenjë mohimi. Është një person që ndihmon për të zgjidhur probleme. Dhe sot unë kam nevojë për ndihmën tënde për të zgjidhur një problem të rëndësishëm. Mundesh? Lira tundi kokën në shenjë pohimi, ende e ndrojtur. A e njeh këtë zotërin këtu? Tregoi ai nga Arbeni. E njoh. Është Arbeni. Dhe si e njoh atë? Ai më ndihmoi kur isha duke pritur në spital. Askush nuk po më shikonte, por ai më pa. Dhe pas kësaj ai të vizitoi herë të tjera? Më vizitoi. Çdo javë. Ai më lexon libra. Dhe luan. Dhe thot se unë jam e rëndësishme. Zëri i vajzës po bëhej më i fortë tani, më i sigurt. Dhe të pëlqejnë këto vizita? Më pëlqejnë shumë. Gjykatësi Mema bëri pyetjen që do të vendoste gjithçka. Elira, nëse ti do të mund të zgjidhje, a do të doje të jetoje me Arbenin? Të ishe bia e tij e vërtet? Lira shikoi Arbenin dhe në atë vështrim kishte frikë, por kishte edhe shpresë. Ajo kishte mësuar të mos priste shumë nga jeta, të mos besonte në premtime. Por kishte diçka te ai burr që kishte luftuar për të, që ishte kthyer çdo javë, që kishte mbajtur çdo premtim që kishte bërë, që e bënte të donte të besonte sërish. Do të doja, tha ajo me zë të ulët. Do të doja shumë. Pse? Sepse ai nuk më harron. Sepse ai premtoi se do të qëndronte dhe qëndroi. Dhe sepse kur jam me të, nuk ndihem e padukshme. Heshtja që ra në sallë ishte e rëndë, e ngarkuar me emocion. Arbeni po mbante lotët me forcë, por njëri i shpëtoi dhe i rëshiti në përfaqe. Gjykatësi pastroi fytin, dukshëm i prekur edhe ai. Në rregull, Elira. Faleminderit. Mund të kthehesh me zonjën tani. Kur Lira doli, gjykatësi Mema heshti për një kohë që u duk e përjetshme. Ai shfletoi dokumentet sërish, rilexoi raportet, mendoi. Më në fund, hoqi syzet, i pastroi lentet dhe foli. Zoti Konomi, unë shoh shumë raste këtu. Shumë. Dhe në shumicën e tyre, ndjej se njerëzit duan të birësojnë për arsyet e gabuara. Për të mbushur një boshllëk, për të shpëtuar një martesë, për të ndjerë mirë me veten. Por në rastin tuaj, unë shoh diçka ndryshe. Shoh dikë që është transformuar nga ky fëmijë dhe që është i gatshëm të bëjë atë që duhet për të transformuar jetën e saj gjithashtu. Shoh lidhje reale, përkushtim real. Dhe shoh një fëmijë që për herë të parë në jetë nuk ndihet e padukshme. Kështu që, pasi analizova të gjitha raportet dhe dëgjova vetë fëmijën, unë do të miratoj kërkesën për kujdestari me qëllim birësimi. Periudha e bashkëjetesës do të jetë e mbikëqyrur me vizita të rregullta nga shërbimi social. Dhe nëse gjithçka shkon mirë, pas 6 muajsh birësimi do të jetë përfundimtar. Elira do të bëhet Elira Konomi. Arbeni nuk mundi të përmbahej. Qau aty, para gjykatësit, avokates, të gjithëve. Qau nga lehtësimi, nga lumturia, nga frika, nga gjithçka bashkë. Sepse ja kishte dalë. Vërtet ja kishte dalë. 2 orë më vonë, ai ishte kthyer në shtëpinë e fëmijës shpresa, këtë herë jo për të vizituar, por për ta marrë. Lira ishte gati, me qesen e saj që ishte bërë simbol i gjithçkaje që ajo ishte. Por tani, brenda qeses, përveç gjërave të vjetra, kishte gjëra të reja. Vizatimet që Arbeni i kishte dhënë, fotot e vizitave, një arush pelushi i vogël që ai ja kishte sjell. Vajzat e tjera të dhomës ishin të gjitha aty për t'u përshëndetur. Anisa e përqafoi Lirën fort. Ti do të jesh mirë, dakord? Ti ja dole. Ti e gjete familjen tënde. E vogla Sofia po qante, e kapur pas Lirës. A do të vish të më vizitosh? Lira shikoi Arbenin duke e pyetur me sy. Ai tundi kokën në shenjë pohimi. Do të vi. Të premtoj. Dhe ndërsa Lira përshëndetej me vajzat që kishin ndarë me ta atë pjesë të vështirë të jetës, Arbeni shikonte përreth dhe mendonte për të gjitha të tjerat. Ato që do të vazhdonin të prisnin, duke pritur që dikush t'i shite, që dikush të luftonte për to, që dikush t'i bënte të ndiheshin të rëndësishme.
Dhe ai premtoi në heshtje se do të bënte diçka. Nuk e dinte ende çfarë, por do të përdorte zërin e tij, paratë e tij, ndikimin e tij për të ndryshuar atë sistem që i linte fëmijët të binin nëpër të çara. Në rrugën për në shtëpi, Lira ishte e qetë në sediljen e pasme të makinës, duke parë nga dritarja. Arbeni ngiste ngadalë duke shijuar atë moment, atë tranzicion. "A ke frikë?" e pyeti ai duke e parë nga pasqyra. "Pak." "Nga çfarë?" "Se mos zgjohem dhe zbuloj se është ëndër. Se jam ende duke pritur." Arbeni e ndaloi makinën anës rrugës, doli, hapi derën e pasme dhe u ul para saj. "Nuk është ëndër, Lira. Është e vërtetë. Dhe ti kur më nuk do të presësh vetëm. Kur më. Që tani e tutje, ne jemi familje. Dhe familja nuk braktis. Familja qëndron. E kuptove?" Lira tundi kokën në shenjë pohimi dhe më në fund buzëqeshi. Një buzëqeshje e vërtet, nga thellësia, nga ato që ndriçojnë të gjithë fytyrën. Kur mbërritën në apartament, ajo mbeti e mahnitur nga madhësia, nga pamja, nga gjithçka. Por ajo që e la vërtet pa fjalë ishte dhoma. Arbeni kishte transformuar një nga dhomat e miqve në një dhomë vajze. Kishte një krevat të ri, me jorgan me ngjyra. Kishte një raft plot me libra. Kishte një kuti me lodra. Kishte një tavolinë për të vizatuar. Dhe në mur, të ngjitura me kujdes, ishin të gjitha vizatimet që ajo kishte bërë gjatë vizitave. "Kjo është e imja?" pyeti Lira me sy të zgurdulluar. "E gjithë kjo? E gjitha e jotja. Dhoma jote, shtëpia jote, familja jote." Lira hyri ngadalë, duke prekur gjërat sikur të kishte frikë se do të zhdukeshin. U ul në krevat, provoi butësinë. Mori një libër nga rafti, e hapi, e shfletoi. Dhe pastaj bëri diçka që nuk e kishte bërë kur para Arbenit. "Qau." Qau me të vërtet, ashtu siç qan një fëmijë kur më në fund ndihet mjaftueshëm i sigurt për të çliruar gjithçka që ishte mbajtur brenda. Arbeni u ul pranë saj në krevat, i vuri krahun rreth saj dhe e la të qante. Nuk u përpoq ta ndalonte, nuk u përpoq ta shpërqendronte. Thjesht qëndroi aty, i pranishëm, i fortë, duke i treguar se ajo mund të shkrihej sepse ai do ta mbante. Kur lotët më në fund pushuan, Lira e shikoi me ata sy ende të lagur dhe e pyeti: "A mund të quaj baba?" Arbeni ndjeu zemrën t'i shpërthente në gjoks. "Mundesh. Mund të më quash si të duash. Por vetëm nëse e do vërtet." "E dua. Baba." Dhe në atë fjalë, të thënë për herë të parë, të ngarkuar me kuptim dhe shpresë, filloi një histori e re. Historia e një biznesmeni që mësoi se suksesi më i madh në jetë nuk matej me para, por me dashuri. Dhe historia e një vajze që më në fund ndaloi së qeni e padukshme dhe zbuloi se kishte vlerë, se kishte një vend, se kishte dikë që luftonte për të. Nuk ishte një fund i përsosur për allash, sepse jeta reale kur nuk është e përsosur. Ata do të kishin sfida përpara, momente të vështira, përshtatje të dhimbshme. Por për herë të parë në jetën e të dyve, ata nuk do të përballeshin me asgjë vetëm. Do të ishin bashkë. Dhe ndonjëherë, të jesh bashkë është tashmë një fitore e mjaftueshme. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit dhe Lirës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dashurie, qëndrese dhe transformimi, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. A do të bënit si Arbeni dhe do të luftonit për një fëmijë të panjohur? Apo një dikë që ka jetuar një histori të ngjashme? Duam të dim mendimin tuaj. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë për empatinë, familjen dhe kuptimin e vërtetë të shtëpisë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja.